Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Taltsin Mim. Taltsin Mim. Këto janë ajetet e librit, Kuranit të qartë. Allahu i lartësuar jep shenja që tregojnë madhështinë dhe vlerën e lartë të këtij libri të qartë dhe qartësues të gjithçkaje, i cili përmbledh brenda tij synimet e larta hyjnore dhe qëllimet kryesore e madhore të shariatit. Te çdo kush që e lexon atë nuk mbetet asnjë dyshim për lajmet e sjella në këtë libër dhe asnjë pasiguri për ligjet e shkruara në të. Lajmet dhe dispozitat e tij janë shumë të qarta dhe sjellin kuptimet dhe kuptet më të bukura dhe plot vlera. Madje, gjykimet sillen të lidhura ngushtë me shkaqe dhe urtësitë pse janë ligjëruar. Profeti i paralajmëron të njerëzit përmes këtij Kurani dhe i udhëzon ata në rrugën e drejtë, sipas së cilës të adhuroni Zotin. Nga ky udhëzim përfitonin të devotshmit, që e respektonin ftesën dhe nënshtroheshin të punonin e jetonin sipas saj. Ndërsa ata që ishin shkruar si të dëshpëruar i kthenin shpinën ftesës dhe nuk dënjonin as ta shihnin e kuptonin atë. Kur kjo ndodhte, profeti se trishtohej shumë. Ai trishtohej që ata nuk besonin Allahun, sepse dëshironte të mirën dhe rregullimin për ta. Prandaj Allahu i lartësuar thotë: "Këto janë ajetet e librit të qartë." U tefsiru sura e Shuara, ajet 1. A mos vallë ti o Muhamedi don ta shkatërrosh veten, nga sa ata nuk duan të besojnë. Mos vallë do ta shkatërrosh veten. O Muhammed, pse ata nuk bëhen besimtar? Pse po e mundon dhe shkatëron veten o Muhammed, që ata nuk bëhen besimtar? Mos e bëj këtë. Pra, mos e dëmto veten për ta, sepse udhëzimi është në dorën e Zotit dhe ti e ke kryer detyrën tënde, pra, kuptimin e qartë të shpalljes. Dije mirë se nuk ka shenja mrekulli më të madhe se sa ky Kurani i qartë dhe qartësues i gjithçkaje që njerëzit e mund të besojnë. Ai është i mjaftueshëm me një shpjegim shtërues për çdo që dëshiron udhëzimin. Sikur të donim ne, do të zbritim në ta, nga qielli, një mrekulli, para se cilës ata do të prunin kokat e tyre. Sikur të donim ne, do të zbrisnim mbi ata një shenjë. Mrekullin nga qielli dhe qafat e tyre do të përuleshin para saj. Allahu mund të usitë atyre ndonjë shenjë e mrekullin nga ato që ata vetë propozojnë, dhe kështu qafat e atyre që mohojnë të vërtetën të mbeteshin të përulura. Por kjo do të ishte diçka e panevojshme, sepse atëherë imani i tyre do të ishte jo i dobishëm. Imani i dobishëm është vetë besimi në të shenjtën, sikurse ka thënë Allahu i madhruar, vallë, a mos po presin tani të vinë melekët ose vetë Zoti yt ose të vinë disa nga shenjat e Zotit tënd? Pi çuditë se ditën kur të vinë shenjat e caktuara të Zotit tënd, askujt nuk do t'i vlej besimi, nëse nuk ka besuar me parë ose nëse nuk ka bërë asnjë të mirë prej besimit të tij. Thuaj, prisni, sepse edhe ne jemi duke pritur. Enam 158. Dhe atyre nuk u ka ardhur kurfar këshille ere prej mëshiruesit e që të mos jenë shmangur nga ajo. Sa herë që atyre u rjen ndonjë mesazh i ri nga i gjithëmshirshmi, ata ja kthejnë shpinën. Atyre vazhdimisht u vijnë mesazhe e kumte prej Allahut, me udhëra ndalesa që u mësojnë atyre se çfarë u bën të ubi dhe si të ruhen nga ato që i dëmtojnë. Por ata ja kthejnë shpinën. Ata i kthejnë shpinën qoftë me zemër, qoftë me trup. Edhe pse mesazhet e Zotit janë të shumta dhe të përsëritura, të tilla që normalisht do të duhet të zinin vend të rëndësishëm në zemrat e tyre, ata përsëri kthejnë shpinën Allahut. Atëherë, si mendon se sillen ata me ato mesazhe që nuk përsëriten shpesh? Kështu ndodh sepse nuk ka mirësi tek ata. Për ata nuk bëjnë punë çortimet e këshillat. Ata, me të vërtetë, e kanë përgjigjëstruar këtë këshill, andaj do t'i arrijë ata me siguri përfundimi i asaj, me të cilën janë tallë. Vërtet, ata e mohën mesazhin ata e quajtën gënjeshtër shpaljen e vërtetë të Zotit, dhe ky mohim u bë cilësi e pandashme e tyre, që nuk ndryshon dhe as zbutet. Por së shpejti do t'u vijë e vërteta e asaj me të cilën talleshin. Pra, do të zbresë mbi ta dënimi i Zotit dhe do t'i befasoj ajo të cilën e mohuan dhe nuk e besonin. Mbi ta është bërë hak të zbatohet urdhri i Zotit për ndeshkim. Ne vijim duke treguar për atë lloj kujtimi e meditimi që i sjell dobi njeriut, Allahu i lartësuar thotë: "Vallë, a nuk shohin ata që në tokë ne kemi bërë të mbinë sa lloje çifte bimesh të mrekullueshme? A nuk e shohin ata tokën se sa shumë lloje bimesh të dobishme kemi bërë që të mbinë atë? Ne kemi bërë të mbinë nga të gjitha llojet e bimësisë me pamje të bukur dhe shumë të dobishme në atë që ofrojnë." Me të vërtetë, në këtë ka argument, por shumica e tyre njerëzve nuk kanë besuar. Vërtet në këtë ngjarje ka argumente. Ka argumente në ringjalljen që do t'u bëjë Allahu njerëzve pas vdekjes së tyre, ashtu siç ngjall tokën pasi është tharë është shkretuar. Por shumica e tyre e njerëzve nuk besojnë. Ashtu siç ka thënë i lartësuari, shumica e njerëzve nuk do të jenë besimtar, sa do të ngulësh këmbë. Jusuf 103. E Zoti yt me të vërtetë është i plot fuqishëm dhe mëshirues.
Nuk ka dyshim se Zoti yt, ai është ngallënimtari me shirploti. Ai është El Aziz, krenari e ngallënimtari që ka nështruar çdo krijesë. Atij i përuret të nështrohet bota qiellore dhe ajo toksore. Ai është Rahim, me shirploti, me shira e të cilit ka përfshirë çdo gjë dhe mirësia e tij ka mbuluar çdo gjallësë. Ai është krenari e ngallënimtari që i shkatërroi keqbërësit me atë lloj ndëshkimi. Ai është me shirploti që i mëshiron fatlumët, duke i shpëtuar nga çdo sherr dhe dela. Përkujtoju atyre, o Muhamedi, kur Perëndia i thërriti Musait, shko te populli zullumçar. Kujto kur Zoti i të thiri Musait, shko tek ai populli pa drejtë. Allahu i Madhëruar e ka përsëritur historinë e Musait shumë herë në Kurani, më shumë se çdo histori tjetër, sepse në të janë sjellur urtësitë shumëta madhështore dhe mësimet e vjera për njerëzit. Në të jepen shumë qartë veprimet e Zotit me keqbërësit dhe mosbesimtarët. Musai është profeti që ju dhai sheriat i jashtëzakonshëm dhe Teurati, që është libri më madhështor pas Kuranit. Allahu thotë, kujtoj ato çastet e zgjedhura dhe atë gjendjet e mrekullueshme të Musait në momentet kur Zoti i foli atij për t'i dhënë lajmin e mirë dhe profecinë. Ai tha, shko tek ai popull keqbërës i padrejtë. Ata janë treguar kryeneqët dhe arrogant në tokë. Ata janë tiranë të pamëshirshëm për njerëzit dhe i pari i tyre pretendoi se ishte Zot. Shko tek populli i Faraonit dhe këshilloi. Populli i Faraonit, vallë, a nuk po i druajnë ata Perëndis? Tek populli i Faraonit. A nuk e kanë frikë Allahun? Folu atyre me fjalë të buta dhe të zgjedhura. Thuaju, a nuk po i frikësoheni Allahut, i cili ju krijoi dhe ju furnizoi, dhe të largoheni nga mohimi dhe mosbindja ndaj tij? Musa i tha, o Zoti im, unë kam frikë se do të më konsiderojnë gënjeshtar. Musa i tha, o Zoti im, unë kam frikë se do të më trajtojnë si gënjeshtar. Do të më shtrëngohet krahërori dhe mund të më lidhet gjua. E të mos flas rrjedhshëm. Duke u ankuar tek Zoti i vet dhe duke kërkuar ndihmën për të mbajtur këtë premtim, Musa i tha, o Zoti im, unë kam frikë se do të më trajtojnë si gënjeshtar, se do të më shtrëngohet krahërori dhe mund të më lidhet gjua e të mos flas rrjedhshëm. Ashtu siç thuhet edhe në surën Taha, ajetet 25, 35, ai Musa i tha, o Zoti im, zgjero ma gjoksin, lehtëso ma këtë punë dhe zgjidh ma nyjen e gjuhës pengesën që kam kur flas, që ta kuptojnë fjalën time. Me jep një ndihmëtar nga familja ime, Harunin, ti më Allah. Ma shto fuqinë të dhe bëma shok në punën time, që të lavdërojmë ty shumë më shumë dhe të të kujtojmë ty shumë më shumë. Vërtet, ti je ai që i sheh gjithmonë punën tona. Prandaj dërgo ma Harunin si ndihmëtar. E profet, Allahu ju përgjigj lutjes dhe kërkesës së tij, duke e bërë edhe Harunin profet. Kështu, Allahu ia bëri atë krahë mbështetjen e çështjen e tij, që pranimi i besimit të ishte më i lehtë për ta. E zemra po më ngushtohet dhe gjua nuk po më zhvillohet, andaj dërgoja pejgamberllëkun edhe Harunit. U tefsiru sure Shuara, ajet 12. Unë jam edhe përgjegjës ndaj tyre për një gabim bytjen e një kopti, andaj kam frikë se do të më vrasin. Ata me akuzojnë mua për vrasje, prandaj kam frikë se do të më vrasin. Për akmarrje, është fjala për vrasjen e një kopti. Perëndia tha kursesi, nuk do të vrasin, por shkoni që të dy me argumentet tona. Me të vërtet, na jemi me ju dhe dëgjojmë. Allahu tha kursesi, jo, nuk do të mund t'ju vrasin. Ne do t'ju japim pushtet dhe argumente forte, prandaj ata nuk kanë për t'ju kapur. Me ajetet e mrekullit tona, ju të dy dhe të gjithë ata që ju pasojnë do të jeni fitimtar. Faraoni nuk mund ta vrasë Musain me gjithë përshmimin dhe refuzimin e fortë për të dhe popullin e tij. Vazhdoni atëherë që të dy me argumentet tona. Vazhdoni me provat, të cilat tregojnë për vërtetësinë tuaj dhe të shenjave që sillen nga Zoti. Ne jemi me ju dhe dëgjojmë gjithçka. Unë ju ruaj dhe kujdesem për ju. Shkoni te Faraoni dhe i thoni, na jemi pejgamberët e Zotit të botërave. Prandaj, shkoni te Faraoni të dy dhe i thoni, ne jemi të dërguarit e Zotit të botëve. Na dërgoi tek ty që të besosh në të dhe të besosh tek ne si profetë e tij. Na dërgoi që të nënshtrohesh për të adhuruarat dhe të pranosh tauhidin e tij. Lejoni bijtë e Izraelit që të vinë me ne. Lëri bijtë e Izraelit të vinë me ne, dhe ndale përsekutimin dhe dënimet e tua mbi ta. Largoi duart nga ata dhe lëri të adhurojnë Zotin e tyre dhe të plotësojnë çështjet e fesë së tyre. Kur ata shkuan tek Faraoni dhe i thanë atë që Allahu i urdhëroi për t'i thënë, ai nuk besoi dhe as u zbut, por e kundërshtoi Musain dhe tha. Faraoni tha, vallë, a nuk të kemi rritur ne me mesin tonë si fëmijë, dhe ke qëndruar në mesin tonë shumë vjet të jetës tënde. Faraoni tha, a nuk të rritëm si fëmijë në mesin tonë për shumë vite të jetës tënde? A nuk të kemi bërë mirësi dhe jemi kujdesur për ty qysh në vogëli? A nuk qëndrove i ndëruar ndër ne për shumë vite? Dhe ke punuar atë veprën e keqe tënde, të cilën e ke punuar, e ti madje, je edhe jo mirënjohës.
dhe ti bëre atë veprën që ti e di. Është fjala për vrasjen e një kopti kur Musai i kërkoi ndihmë një Izraelit. Siç thuhet në një ajet, Musai hyi në qytet pa u hetuar prej banorëve të tij dhe gjeti dy veta që po përlesheshin. Njëri ishte prej popullit të tij Izraelit dhe tjetri ishte prej armiqve të tij. Kur Izraeliti i kërkoi ndihmë kundër armikut të tij, Musai e shtyu me forcat dhe ai vdiq. Ai Musai tha, kjo është prej veprave të shejtanit. Nuk ka dyshim se ai është armik i betuar që të çon në humbje. Kasas 15. Pastaj Farani tha, pra, edhe ti je një mohus. I të mjave që të kemi bërë. Në atë kohë, edhe ti ishe në rrugën tonë të mohimit. Faraoni, si pa e kuptuar, e pranoi se rruga e tij është rruga e mohimit. Musai tha, e kam punuar atë vepër kur nuk kam qenë i udhëzuar para profetnisë. Musai tha, unë e bëra atë atëherë kur isha i paditur. Unë kam vepruar ashtu, sepse nuk kam ditur, jo sepse kam pëlqyer kufrin. Megjithatë, unë i kërkova falje Zotit tim dhe ai më fali. E kam ikur prej jush, nga se jam friksuar prej jush, e Zoti im më dhuroi mençurinë dhe më bëri pejgamber. Prandaj edhe i ka ku friksova nga ju, kur ju më vut pas për të më vrarë, unë u largova për në Medjen, ku qëndrova për disa vite e u ktheva përsëri tek ju. Por Zoti më dhuroi urtësi dhe më bëri profet. Zoti më dhuroi urtësinë e gjykimin dhe më bëri prej të dërguarve profet. Me fjalë të tjera, ky kundërshtimi i Faraonit ose ishte kundërshtimi një të padituri ose i dikujt që hiqej si i paditur. Ai me këto fjalë më thonte se një vrasës nuk mund të bëhej profet. Por Musai ia sharoi se ajo ishte një vrasje aksidentale dhe jo e qëllimt. Ai i sharoi se nga mirësia e Allahut nuk mund të privohet askush. Atëherë, tha Musai, pse e mohoni mirësinë që ai më ka dhënë mua, duke më dhuruar urtësinë dhe profecinë. Nëse mbrohesh pas fjalës, a nuk të rritëm si fëmijë në mesin ton për disa vjet të jetës tënde? Dije se në të vërtetë nuk e asnjë merit në këtë. A është mirë si ajo që po më bëni vetëm mua, ndërsa Israelitët i bëre skllav? E çfarë të mirë më përmend kur ti i roperove bijtë e Izraelit? E çfarë të mirë më tregon kur ishe ti që i skllavërove bijtë e Izraelit? Apo e quan mirë si që nuk më skllavërove edhe mua me ta? Në të vërtetë, kur e mendon, e kupton si ti i ke bërë pa drejtësi këtij populli e kombi të zgjedhur dhe të mirë dhe i ke tërhequr dhe skllavëruar në shërbimin tënd. Ndërsa mua më shpëtoi Zoti nga tirania jote, pikërisht gjatë tiranisë gjakatare ndaj popullit tim. Atëherë, çfarë mirësi po më tregon se ke bërë kundrejt meje? Faraoni pyeti Musain, e që është Zoti i gjithë pëtërave? Faraoni tha, e cili është Zoti i botëve? Që ju dërgoj. Ky është një mohim i hapur i Zotit, pa drejtësisht dhe me arrogancë, edhe pse ishte i sigurt për vërtetësinë e asaj që i thoshte Musai. Musai u përgjigje, ai është Allahu Zoti i qiejve dhe i tokës, dhe çka gjendet në mes tyre, nëse besoni. Musai tha, ai është Zoti i qiejve dhe i tokës dhe çka ndërmjet tyre, nëse doni të jeni të sigurt. Ai është Zoti i qiejve i tokës dhe i gjithçka e mes tyre. Është ai që krijoi botën qiellore dhe atë toksore dhe përkujdeset për to me të gjitha mënyrat. Ai rregullon çdo çështje në të. Mes kësaj bote të krijuar nga ai, jeni dhe ju o njerëz. Atëherë, si e mohoni krijimin e këtyre krijesave dhe atë që i shpiku ato? Pas këtyre fjalëve, Faraoni drejtohet popullit dhe, duke dashur të nënçmojë dhe të fusë edhe në popull për çmimin për Musain, tha. Faraoni u tha atyre rreth vetes, vallë, a nuk po dëgjoni ju? Faraoni u tha atyre që ishin përreth, a nuk po e dëgjoni çfarë thot? A nuk e dëgjoni çfarë thot ky? Pikçudica atëherë Musai thot. Musai tha, ai është Allahu Zoti juaj dhe Zoti i parëve tuaj. Musai tha, ai është Zoti juaj dhe Zoti i parëve tuaj. Ai është Zoti juaj dhe jetëre tuaj. U çuditet apo jo, u nështruat apo u treguat mendjemdhen, ky është realiteti. Duke refuzuar me mendjemallësi të vërtetën dhe duke cënuar atë që solli Musai, Faraoni tha, me të vërtetë, pejgamberi juaj, që u është dërguar, është i çmendur. Faraoni tha, profeti që është dërguar ndër ju është vërtet i çmendur. Ai po thot diçka që bie në kundërshtim me atë që pranojmë ne. Ai na kundërshton në rrugën tonë. Sipas Faraonit, ishin ata të logjikshmit dhe të mençurit e jo Musai. Sipas Faraonit, të diturit janë ata që pretendojnë se nuk janë të krijuar dhe se qiejt dhe toka kanë ekzistuar dhe do të vazhdojnë të ekzistojnë pa qenë nevoja e një krijuesi që t'i bëjë të ekzistojnë. Sipas tyre, edhe ata vetë janë krijuar pa qenë nevoja e një krijuesi. Sipas mendjes së mohusit, një krijesë që është e dobët dhe e mangët nga çdo aspekt duhet të adhurohet. Sipas tij, është çmenduri dhe pa kuptim që të besosh se ka një krijues të botës qiellore dhe toksore që kujdeset dhe udhëron robërve mirësitë e tij të dukshme të fshehura. Është e palogjikshme që ky Zot të ftoj krijesat që ta adhurojnë. Kështu,
Ai vazhdoi të fliste dhe manipulonte mendjet e njerëzve dhe tu zbukuronte këtë mashtrim. Në fakt, edhe ata ishin një popull me ndjelit dhe me logjikë të dobët, prandaj ju bindën. Ata i tejkaluan të gjithë kufit. Duke hedhur poshtë mohimin e faraonit për Zotin e botëve, Musa i tha: ai është Allahu Zoti i linjës dhe i perëndimit dhe asaj që gjendet në mes tyre, nëse mendoni. Musa i tha: ai është Zoti i linjës dhe i perëndimit dhe çka ndërmjet tyre, nëse kuptoni. Nëse vërtet do gjikoni me drejtësi e saktësi, atëherë të gjitha këto janë shenja dhe fakte të qarta, që ju bëjnë të kuptoni të vërtetën lehtësisht. Këto ajete do t'i kuptonte edhe me e thjeshta logjikë. Atëherë, ç'është me ju që refuzoni këtë që po ju them dhe sharaj? Pi çuditse këtu ka një mesazh që u drejtohet mohuese, ju e akuzuat Musain se është i çmendur, por në fakt jeni ju të çmendur në momentin që mohuat me të qartën çështje që ekziston, çështjen e Zotit të qiejve dhe të tokës dhe çka mes tyre. Nëse mboni atë, çfarë mbetet që të besoni? Nëse jeni të paditur rreth tij dhe nuk mund ta kuptoni ekzistencën e tij, atëherë çfarë mbetet që të mund ta kuptoni? Nëse nuk besoni Zotin dhe ajetet e tij, atëherë çfarë besoni ju? Për Zotin, edhe të çmendurit, që janë si bagëtit, janë më të mirë dhe më të logjikshëm se ju. Edhe bishat dhe kafshët e egra janë më të udhëzuara se ju. Kështu, pasi faraoni u bllokua nga faktet e Musait dhe nuk mund të vazhdonte të arsyetonte me mosbesimin dhe qëndrimin e tij, duke kërcënuar Musain me forcën dhe pushtetin e tij, tha. Faraoni tha: "Nëse ti merr për zot tjetër kë, pos meje, unë, me siguri, do të hedhë në burg." Faraoni tha: "Nëse ti beson zot tjetër përveç meje, do të fus në burg." Allahu e pashtroft dhe e shëmtoft. Me këto fjalë, ai metoi se mund të binte edhe Musain që të adhuronte atë si Zot, madje të mos pranonte zot tjetër veç tij. Kështu mund të kuptohet kjo fjalë e shmendur, sepse për faraonin dhe rrethin e tij ishte qartë se si qëndronte e vërteta dhe ishin të sigurt për vërtetësinë e Musait. Atëherë Musa i tha, "Vallë, e bën atë edhe pasi të kam sjell mrekulli të qartë." Musa i tha: "Po nëse të sjell ndonjë argument të qartë, po sikur që sjellni shenjë të qartë, që tregon për saktësinë e atyre shenjave që sollën nga Zoti, që janë, në fakt, gjëra të jashtëzakonshme." Faraoni tha: "Demonstroje pra, nëse thua të vërtetën." Faraoni tha: "Sille, pra, nëse thua të vërtetën." Atëherë ai Musa e hodhi shkopin e vet, i cili u shndërua në një gjarpër të vërtetë. Kështu, Musa e hodhi shkopin e tij, që u shndërua në një gjarpër të frikshëm mashkull që mund ta shitë çdo kush. Pra, nuk ishte një iluzion ose trup magjistarësh. E Musa e lëshoi shkopin e vet në tokë, e ai u shndërua në gjarpër të vërtetë. U tefsiru surës Shuara, ajet 31. Pastaj, nxori dorën e vet nga xhepi, kur ajo u bë e bardhë para shikuesve. Pastaj e nxori dorën prej xhepit dhe ja, ajo flakëronte nga bardhësia në sytë e shikuesve. Kur e nxori dorën nga shetulla, ajo shkëlqente e bardhë për të gjithë ata që shikonin. Ajo bardhësi tregonte për sosmëri, pra, që nuk ishte asnjë mangësi ose sëmundje. Faraoni u tha parisë së tij, që i kishte përreth, "Ky, me të vërtetë, qen ka magjistar i dijshëm." Ai faraoni u tha parisë që e rrethonin, "Vërtet, ky qen ka magjistar shumë i aftë dhe me magjinë e vet dëshiron t'ju dëbojë nga toka juaj." Faraoni po fliste parisë rreth rrotull tij, që të kundërshtonin të vërtetën dhe shenjat që Musa i solli. Ai tha, "Me magjinë e vet dëshiron t'ju dëbojë nga toka juaj." Atëherë, çfarë më këshilloni? Ai synon që t'ju nxjerrë nga toka dhe zotërimet tuaja. Kështu u hitej i syve dhe i manipulonte ata, sepse e dinte mirë nivelin dhe mendjet e tyre të dobta. Ai po u thoshte se të gjitha ato veprime ishin një lloj si magjit. Ata e dinin se magjistarët bënin gjëra të çuditshme që njerëzit e thjesht nuk i bënin dot. Pasi u futi këtë mendim për Musain dhe veprat e tij të jashtëzakonshme, ai filloi t'i binte për qëllimet që gjoja fshiti ky magjistar, duke u thënë se Musa i kërkonte t'i dëbonte ata nga pronat dhe pushteti i tyre, prandaj ata duhet të luftonin kundër këtij armiku për të mbrojtur vlerat dhe jetën e tyre. Atëherë çfarë më këshilloni? Ju duhet të mendoni për luftën dhe qëndrimin kundër këtij armiku që kërkon t'ju dëbojë me gjithë familjet e pasuritë tuaja. Pra, çfarë propozoni të bëjmë me të? I cili me magjitë e veta don t'ju dëbojë nga toka juaj, e çfarë komandoni ju? U tefsiru surës Shuara, ajet 34. Ata u përgjigjen, "Lëre këtë dhe vëllain e tij, e dërgoni nëpër qytetet që ti t'u bojnë." Ata i thanë, "Lëre atë dhe vëllain e tij për më vonë dhe dërgo lajmëtar nëpër qytete që t'i sjellin të gjithë magjistarët e ditur këtu. Largoi tani për tani dhe kërko prej tyre një afat. Dërgon nëpër qytete lajmëtar, që të mbledhin njerëz dhe të gjejnë magjistarët me të Zot dhe të ditur." Ata i propozuan që të mblidhen magjistarët me të Zot dhe me të ditur
se kështu do të gjykonin drejt dhe do të përballeshin më mirë me ata të dy. Me që ata të dy konsideroheshin magjistar, atëherë kundër tyre duhet të vendoseshin magjistar të ditur duke i luftuar në të njëjtin lemi. Allahu e bëri të mundur një takim të tillë si mëshirë dhe butësi për njerëzit, që ata të shihnin qartë dinakërinë e faraonit dhe faktin se akuzat dhe trillimet e këtij ignoranti dhe të humbureshin të padrejta dhe devijuese nga e vërteta. Ai solli kushtet në mënyrë të tillë që të mblidheshin me të famshmit magjistar dhe sa më shumë njerëz. Kështu, e vërteta do të shfaqej më qartë për njerëzit dhe do të zhdukej e kota. Me këtë përballje të hapur, edhe ekspertët e fushës do të gjykonin dhe do të pranonin se ajo që solli Musai nuk ishte magji dhe se pretendimet e faraonit ishin thjesht mashtrime. Të deturit dhe të urtët do të pranojnë se ajo që solli Musai ishte e vërteta. Kështu, faraoni e pranoi propozimin e tyre dhe nxori ndër qytete njerëz për të mbledhur magjistarët. Ai investoi dhe u përpoq shumë me këtë çështje. Të gjithë magjistarët e dishëm e leti i sillin ty. U tefsiru sure Esh, Shuara, ajet 36. Dhe u tubuan magjistarët në kohën e ditës së caktuar. Dhe magjistarët u tubuan ditën e caktuar. Ata u mblodhën pikërisht në kohën dhe vendin që u propozoi Musai. Takimi do të ishte ditën e festës, që njerëzit e mos kishin asnjë angazhim tjetër, veç atij takimit të madh. E popullit i u tha, a jeni tubuar? Edhe popullit i tha, a do të mblidheni që të shkojmë pas magjistarëve, nëse ata do të dalin fitimtar. U bën një ftesë për të gjithë njerëzit që të merrnin pjesë në këtë tubim. Ata u thoshin njerëzve të mblidheshin që t'i përkranin magjistarët, në mënyrë që të fitonin. Ata u thoshin, e janë të tubohemi dhe të shohim fitoren e magjistarëve mbi Musain, sepse ata janë shumë të zotë në magji. Mblidhuni të dëshmoni aftësitë e tyre të mëdha dhe të nderoni ata si vlerësim të magjisë. Nëse ata do të synonin të vërtetën, do të thoshin, janë në tubim dhe të shohim kush do të fitojë, dhe kështu të pasojnë të vërtetën. Por, që në fillim të përballjes, ata kishin përcaktuar se çfarë synonin, pra, donin thjesht refuzimin e Musait. Por ata të mirë nuk e kuptonin se tashmë nuk do të kishte për të asnjë justifikim për mospranimin e së vërtetës. Dhe të shkojnë pas magjistarëve, nëse ata do të jenë fitues. U tefsiru sure Esh, Shuara, ajet 39. Kur erdhen, magjistarët i thanë faraonit, me të vërtetë do të shpërblehemi ne, nëse bëhemi fitues. Kështu, kur erdhen magjistarët i thanë faraonit, do të ketë shpërblim për ne, nëse dalim gallënimtar. Kur magjistarët takuan faraonin, i kërkuan favoren e rast fitoreje dhe faraoni ju përgjigj pozitivisht asaj kërkese. Faraoni u përgjigj, po, do të jeni atëherë, edhe ndër të afërmit e mi. Ai tha, po, madje ju atëherë do të jeni prej me të afërmit e mi. Ju do të merrni shpërblim dhe favoret e shumta në rast fitoreje. Faraoni u premtoi shpërblim dhe e poste pranë tij, me qëllim që ata të përballeshin me më shumë përkushtim dhe të shfrytëzonin çdo mundësi në këtë përballje me Musai. Ku u tubua në vendin dhe kohën e premtuar, Musai i këshilloi, mirë ju. Mos trilloni gënjeshtra kundër Allahut dhe t'ju shkatërroj me dënim. Nuk ka dyshim se ai që trillon gënjeshtra kundër Allahut ka për të dështuar. Tahat 61. Pas kësaj këshille, ata filluan të diskutonin mes tyre, por faraoni ndërhyri duke nxitur që të ishin të bashkuar kundër Musait. Kështu, ata filluan të nxisnin njëri tjetrin. Atëherë vendosën që të fillonte përballja. Musai u tha atyre, "Hodheni atë që doni ta hodhni." Musai u tha atyre, "Magjistarëve, hidhni çfarë keni për të hedhur. Hidhni dhe paraqesni të gjitha magjit. Mos lini asgjë pa provuar dhe përdorur." Këto ishin fjalët e Musait, sepse ai ishte i sigurt për kocsinë e tyre dhe të magjive të tyre. Ai e dinte mirë se ata nuk mund të mposhnin dot të vërtetën. Dhe ata hodhën konopët e tyre dhe shkopinjtë e tyre dhe thanë, "Pashamallrinë e faraonit, na, me të vërtetë, do të jemi fitues." Dhe ata I hodhën litarët dhe shkopinjtë e tyre. Litarët e shkopinjtë dukeshin si gjarprinj që I magjepsen shikimet e njerëzve. Gjatë kësaj shfaqjeje, ata thanë, për hir të madhërisë së faraonit, do të jemi ne ata që me siguri do të fitojnë. Ata u mbështetën në forcën dhe krenarinë e një robi të dobët e të pafuqishëm në çdo aspekt, por që ishte treguar Teheran dhe I pashpirtët. Ai kishte krijuar një mbretëri dhe ushtri që të duke një mbret I fuqishëm, prandaj njerëzit u mashtruan nga kjo pamje. Shikimet e tyre nuk depërtonin me thellë për të parë realitetin e gjërave. Gjithashtu, ka mundësi që kjo fjalë e thënë prej tyre ishte një lloj betimi. Pra, u betuan në krenarinë e faraonit se ata do të fitonin. Pastaj, Musai hodhi shkopin e tij. E shkopi I tij ka përdhir për njerësh ato që I patën prodhuar ata rreshëm. Atëherë, edhe Musai e hodhi shkopin e vet, I cili menjëherë gëltiti gjithçka që kishin hedhur ata. Ai shkop peltiti dhe përpjeu të gjitha magjit që kishin bërë ata.
Kështu u zhdukën të gjithë shkopinjt dhe litarët që edhe magjistarët, sepse ato ishin mashtrime dhe iluzione. Të gjitha ato ishin kocira që kursesi nuk mund t'i kundërvijeshin të vërtetës e as me paktan poshtë në natë. Kur magjistarët panë këtë shenjë shumë të qartë nga Zoti, që tregonte se Musa ishte profet dhe se çdo shenjë ishte e vërtetë nga Zoti. Dhe magjistarët ranë në tokë duke bërë sejdë. Atëherë, magjistarët ranë në sejdë. Ata nuk e përmbajtën dot veten dhe shfaqën besimin duke i rënë në sejdë Allahut. Dhe thanë, na besojmë në Zotin e gjithësisë. Dhe thanë, ne i besojmë në Zotin e botëve, në Zotin e Musait dhe të Harunit. Kështu u shkatërua dhe u mposhte pa vërteta në atubim dhe përbaljet e mëdha. Vetë mjeshtrat me të mëdhenj të magjisë e pranuan kocinë e magjisë dhe e vërteta doli qartë. I gjithë populli e pa qartë të vërtetën. Megjithatë, faraoni këmbenguli në arrogancën dhe mohimin e tij, duke e shtruar edhe më shumë tiraninë dhe shprehjen e refuzimit. Ai u tha magjistarëve, Zotin e Musait dhe të Harunit. U tërsiru sure e Shuara, ajet 47. Faraoni tha, i besuat atij para se t'ju lejoja juve. Me të vërtetë, ai është i madhi juaj, i cili ju ka mësuar juve magjit. Ju do ta dini, unë në të vërtetë do t'ju këpuzë duar dhe këmbët tuaja të thorazi dhe do t'ju varë të gjithëve. Ai besuat atij, Musait para se t'ju lejoja unë. Pe çudit se s'ka dyshim saj. Musai është prisi juaj që ju ka mësuar magjin, por keni për ta marrë vesh shpejt. Ai shprehu habin e vet dhe këtë habi filloi ta nxiste edhe në popull. Si është e mundur që të besoni pa marrë fillimisht miratimin tim? Pe çudit se sigurisht që kjo është një marrëveshje mes jush, ndërsa Musai është i pari juaj. Është ai që ju mësoi magjin, por ishte pikërisht faraoni dhe paria rreth tij që e dhan mendimin e mbledhjes së magjistarëve. Të gjithë e dinin se magjistarët nuk ishin takuar kur me Musain para çastit të përbaljes. Madje, ata shfaqën një magji shumë të madhe dhe të papar për njerëzit. Sidoqoftë, kjo tezë me sa duket u pranua nga ai popull ignorant dhe mendilet. Edhe pse e dinin mirë se ky pretendim ishte gënjeshtër, ata pranuan. Sigurisht, nuk është as pak çudi që të tilla mendje boshe të mos besonin të vërtetën e qartë dhe në ato shenja madhështore. Ata kishin arritur në atë pikë saqë, nëse faraoni do t'u thoshte të besonin të kundërtën e realitetit, do ta besonin dhe mbështesnin atë. Pastaj faraoni kërcënoi magjistarët dhe u tha, do t'jua këpus duar dhe këmbët në anët e kundërta. Pra, dorën e djathtë me këmbën e majtë. Kështu veproi atëherë me keqbërësit dhe kriminalët. Pastaj do t'ju mbërthej në trungjet e palmave, që të poshtëroni dhe nënçmoni dhe do t'ju kryqëzoj që të gjithëve. Por magjistarët, kur e ndjenën ëmbëlsinë e imanit dhe shijuan kënaqësinë që të falte ai, thanë. Magjistarët thanë, s'ka gjë. Na do të kthehemi te Zoti ynë. Asgjë. Nga këto kërcënime nuk ka rëndësi. Ne do të kthehemi vetë te Zoti ynë. Ne nuk shqetësohemi as pak për atë që na kërcënon, sepse tek Zoti kemi kthimin të gjithë. Tjetër gjë na shqetëson dhe ne synojmë diçka shumë të madhe. Na shpresojmë se Zoti ynë do të na falë mëkatet tona, me që jemi besimtarët e parë. Ne shpresojmë se Zoti ynë do të na i falë gjunahet tona. Ne shpresojmë që Zoti të na falë mohimin, magjin dhe të gjitha gjunahet. Ne shpresojmë se Zoti do të na falë, sepse ne ishim të parët besimtarë. Nga populli ynë, ishim të parët që besuan Musain mes gjithë atyre ushtarëve. Prandaj dhe Allahu i forcoi dhe u dha durim atyre. Ka mundësi që faraoni ta ketë bërë atë që i kërcënoi, sepse ai kishte pushtetin dhe forcën për ta bërë. Por ka mundësi, gjithashtu, edhe që Allahu i lartësuar t'i ketë mbrojtur dhe shpëtuar nga ai dënim. Me pas, faraoni dhe populli i tij vazhduan në kufrin e tyre dhe Musai vazhdonte të usinte shenjat e mëdha. Sa herë që u vinte ndonjë shenjë dhe vuajtja arrinte kulmin, ata i premtonin Musait se, nëse u largonte Belan, do ta besonin dhe do t'i lejonin bijtë e Izraelit të shkonin me të, dhe kështu Allahu u largonte sprovën. Kështu vazhdoi për një farë kohë dhe ata përsërisë mbanin fjalën. Atëherë, kur Musa e humbi shpresën se do të besonin dhe ata po e bënin hak ndëshkimin e pakthyeshëm, erdhi koha që bijtë e Izraelit të shpëtonin nga robëria. Allahu kishte vendosur që të mundsonte të kishin në dorë fatet e tyre në tokë. Atëherë Allahu i lartësuar i shpalli Musait. Dhe, na ja shpallën Musait, ti ec natë me robëritë e mi besimtarët, por do të jeni të ndjekur prej mohuesve. Ne e uruam Musain, nisë udhëtimin me robëritë e mi natën herët. Nisu së bashku me bijtë e Izraelit në fillim të natës, që të mund të largoheni sa më shumë nga faraoni, sepse dijeni se do t'ju ndjekin. Faraoni do t'ju vihet pas me gjithë ushtrinë e tij. Dhe ashtu ndodhi. Kur erdhi agimi, bijtë e Izraelit ishin larguar së bashku me Musain. Dhe faraoni dërgoi njerëz nëpër qytete, tu buzë të ushtarëve. Faraoni dërgoi lajmëtar nëpër qytete për të tubuar njerëz.
Ai filloi të mblidhte një ushtri të madhe për t'i u vënë pas bijve të Izraelit. Duke i nxitur pasuesit e vet për këtë ndjekje, thoshte: "Duke thënë, me të vërtetë, këta janë një grup i vogël, të cilët këta Izraelitët janë veç një grup i vogël që e ka ndezur me të vërtetë zemërimin tonë. Tani ka ardhur koha për të shfryrë dufin tonë mbi këta skllëvër që marrin guximin të largohen pa marrë leje nga ne. Na kanë pezmatuar neve." U të siru sue e shuara, ajet 54. Por, ne, të gjithë jemi të gatshëm. Por ne jemi shumica e gjithë të gatshëm. Të gjithë ata janë armiq tanë të përbashkët dhe synimi ynë duhet të jetë vetëm shkatërimi i tyre. Kështu, faraoni u nis në krye të një ushtrie të madhe, ku merrin pjesë të gjithë si në një kushtrim të përgjithshëm. Askush nuk mbeti pas përveç të justifikuarve. Thot Allahu i lartësuar. Dhe na i kemi dëbuar ata faraonin dhe shoqërinë e tij prej kopshtjeve dhe lumenjve. Kështu, thot Zoti, ne i nxorëm ata prej kopshteve e burimeve. Ne i nxorëm nga kopshtet e lurizuara të Egjiptit dhe nga ato burime e lumenj të boshër. Ai ishte një vend i begatë me bimësi të dendur që mbulon të gjithë tokat e tyre, si qytetet, ashtu edhe vedhinat. Allahu e përshkruan atë vend si nga thesarët dhe nga pallatet e mrekullueshme. Prej thesarëve dhe vendbanimeve të bukura. Ai mrekullon të shikuesit dhe i çuditste ata që e kundronin. Ata u kënaqën shumë në atë vend, duke përmbushur dëshirat dhe epshet e tyre, të zhytur në kufrin e tyre. Ata ishin të zhytur në tirani dhe mizori kundër njerëzve dhe të larguar shumë nga e vërteta. Ja, kështu ka qenë dhe këtë na ja dham trashëgim bijve të Izraelit. Kështu ne u alam ato bijve të Izraelit. Të gjitha këto kopshte, lumenje burime dhe vendet të mrekullueshme u alam bijve të Izraelit, të cilët me parë ishin skllëvër të faraonit që i detyronte të kryenin punë të rënda. I lavdëruar qoftë ai që ja jep pasurinë dhe pushtetin kujt të dëshirojë dhe ja heq nga dora kujt të dëshirojë. Allahu ja jep krenarin kujt të dëshirojë dhe pështron këdo ai, duke e lënë të zhytet në poshtërsi dhe mosbindje ndaj tij. Dhe ata populli i faraonit në mëngjes i u afruan atyre Izraelitëve. Ata ushtria e faraonit i arritën. Bijtë e Izraelit në agim. Kështu filloi ndjekja herët në agim. Ushtria e faraonit i ndiqte me shpejtësi dhe të mbushur me urrëtie e zemërim që mezi prisnin ta shkarkonin mbi bijtë e Izraelit. E kur e pan njëra, tjetrën shokët e Musait thirrën, me të vërtetë na zum shtarët e faraonit. Kur dy grupet e pan njëri tjetrin, njerëzit e Musait thanë, ata na zun me të vërtetë. Kur u pan dy grupet me njëra tjetrën, shokët e Musait thanë me trishtim dhe frikë, ata na zun me të vërtetë. Por Musai, duke i forcuar zemrat e tyre dhe duke u kujtuar premtimin e Zotit, që është i vërtetë dhe kur nuk kthehet pas, tha. Musai tha kursesi: "Me të vërtetë, me mua është Zoti im. Ai ma tregon rrugën mua." Musai tha kursesi: "Nuk është ashtu si thani ju. Zoti im është me mua dhe ai do të më uzoj. Ai do të më uzoj në atë që është jeta ime dhe shpëtimi im dhe i juaj." Dhe ne i shpallëm Musait pjeri me shkopin të ndetit. Ai ra e deti u nda dhe çdo pjesë e tij u bë si kodër e madhe. Pastaj ne i shpallëm Musait pjeri i detit me shkopin tënd. Atëherë, Musai e goditi me shkopin e tij dhe në det u hapën 12 rrugë. Dhe deti u nda dhe çdo pjesë e tij u bë si mal i madh. Mes rrugëve u formua ndarje e ujësh të larta, saqë dukeshi si male. Pas kësaj, Musai dhe populli i tij hyrën në shtigjet e hapura brenda detit. Dhe ne, atëherë, atë i afruam ata të tjerët. Ne e afruam palën tjetër, ata të faraonit atje. Zoti e bëri të mundur që edhe faraoni me ushtrinë e tij të afroheshin dhe të hynin në të njëjtën rrugë që u fut populli i Musait. E Musain dhe të gjithë ata që ishin me të i shpëtuam. Ne e shpëtuam Musain dhe të gjithë ata që ishin me të. Ata dolën të gjithë nga deti dhe askush nuk mbeti pas, dhe pastaj të tjerët i fundosëm. Ndërsa të tjerët i përmbytëm në ujë, ndërsa të tjerët u mbytën të gjithë dhe askush nuk shpëtoi. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. Vërtet në këtë ngjarje ka argumente. Kjo është një shenjë e madhe dhe mrekullie e paparë, që tregon beskërinë e Musait dhe për vërtetësinë e mesazhit që solli prej Zotit. Kjo tregon gjithashtu për humbjen dhe devijimin e faraonit dhe pasuesve të tij. Por shumica e tyre e njerëzve nuk besojnë. Me gjithë këto shenja dhe mrekulli që të bëjnë të besosh me bindje, ata nuk besuan sepse zemrat e tyre ishin të prishura. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Nuk ka dyshim se Zoti yt është ngallënimtari e mëshirëploti. Allahu është krenari dhe ngallënimtari që me krenarinë dhe fuqinë e tij
shkatërroi mohuesit e profetëve dhe mohuesit e së vërtetës, ndërsa me mëshirën e tij shpëtoi Musain dhe ata që ishin së bashku me të. Dhe tregoi atyre lajmin për Ibrahimin. Dhe tregoi atyre diçka nga historia e Ibrahimit. Këndoi dhe tregoi njerëzve historinë e Ibrahimit, të dashurit të Ramanit. Tregoi historinë e tij madhështore dhe plot urtësi. Në mënyrë të veçantë, tregoi këtë pjesë të rëndësishme dhe kulmore të historisë së tij. Kur I tha babës së vet dhe popullit të vet, çka adhuroni ju? Kur I tha babait dhe popullit të vet, çfarë jeni duke adhuruar? Sigurisht që ndodhi dhe tregimet për Ibrahimin janë të shumta, por pjesa më e bukur dhe e rëndësishme ishte pikërisht ajo kur ai, si një profet I zgjedhur nga Zoti I botëve, I drejtohet te atit dhe popullit për t'i ftuar te Zoti I botëve. Polemikat e tij me ta janë të njohura dhe të mbushura plot urtësi dhe mesime. Përmes argumentesh të shumta, ai u hodhi poshtë idhujtarin në të cilën ishin zhytur. Por ata I thanë, ata u përgjigjen, adhurojmë idhujt dhe për herë u jemi të prirur atyre. Ata I thanë, ne adhurojmë idhujt dhe u jemi gjithmonë besnik atyre. Duke ju lëvduar dhe të dehur nga vetëkënaqësia, ata I thanë, ne adhurojmë idhujt dhe u jemi gjithmonë besnik atyre. Këtyre idhujve dhe putave, që I kthendim vetë me duar tona, ne u përulimi dhe I përkushtohemi me adhurime, duke u dedikuar shumë kohë prej jetës sonë. Atëherë, Ibrahimi se duke u treguar se ata nuk e meritojnë adhurimin, u thotë. Ibrahimi tha, a ju dëgjojnë ata juve kur ju luteni? Ibrahimi tha, a ju dëgjojnë ata kur u luteni? Piçuditse a I dëgjojnë lutjet që t'ju përgjigjen atyre? Ose, a mund t'ju sjellin dobi apo dëm? A ju sjellin juve ndonjë dobi apo dëm? Piçuditse a ju a largojnë vështirësitë tuaja? A ju shpëtojnë nga fatkeqësitë dhe belat? U përgjigjen, jo, por I kemi gjetur të parët tanë që vepronin kështu. Ata thanë, jo, por kështu vepronin edhe prindërit tanë. Ata e pohuan se asgjë nga këto nuk ndodhte. Idhujt nuk e dëgjojnë lutjen, as mund të ndihmojnë dhe as mund të dëmtojnë. Prandaj dhe kur Ibrahimi I theu të gjithë idhujt, u tha, atë ka bërë I madhi I tyre. Pyesni vetë ata nëse mund të flasin. Embia 63. Ata me pas I thanë, po ti e di shumë mirë se këta nuk flasin. Embia 65. Pra, fakti që ata idhuj nuk flisnin ishte një çështje që dijej dhe pranohej nga ata pa ngurim. Pastaj ata nxorën tezën tjetër, asimin e paradhësve dhe etërve të tyre. Jo, por kështu vepronin edhe prindërit tanë. Pra, ne pasojmë rrugën dhe traditën e të parëve tanë. Ne u qëndrojmë besnikë zakoneve të tyre. Atëherë, Ibrahimi u tha, ju dhe tëri tua jeni të humbur dhe I bëri me dije se ftesa po u drejtohej të gjithëve pa përjashtim, etërve dhe bijve. Ibrahimi tha, apo vereni ju se ç'po adhuroni? Ai tha, a e shihni se çfarë po adhuroni ju dhe tëri tuaj të hershëm? Në të vërtetë, ata që adhuroni ju, që të gjithë janë armiqtë e mi, por jo Zoti I botëve. Le të mblidhen të gjithë dhe të më dëmtojnë, po mundem. Le të planifikojnë çfarë të duam dhe do ta shohin se nuk do të mund të bëjnë asgjë. Dijeni se të gjithë ju jeni armiqtë e mi, por jo Zoti I botëve. Ju dhe të parët tuaj të lashtë. U tefsiru Sure Shuara, ajet 75. Me të vërtetë, ata janë armiqet e mi. Nuk më është armik Zoti I gjithësisë. U tefsiru Sure Shuara, ajet 75. I cili me ka krijuar dhe më udhëheq në rrugë të drejtë. I cili me krijoi mua dhe ai më uzon. Ai është I vetmi që u bën mirësi krijesave. Ai uzon ata në mirësitë e besimit dhe të dinjas, të kësaj jete dhe të jetës së përteme. Pastaj Allahu I lartësuar përmend disa lloje të veçanta mirësie, dhe I cili më ushqen dhe furnizon me ujë. I cili më jep ushqim dhe më jep të pi. Kurse morem, është ai që më shëron. Është ai që do të më bëjë të vdes e pastaj do të më ringjallë. Ai është I vetmi tek I cili kam shpresë se do të më falë gjunaqet e mia në ditën e gjykimit. Ai është një vetëm dhe I pashoq në të gjitha këto mirësi që u dhuron krijesave, prandaj dhe duhet të adhurohet si një dhe I vetëm. Vetëm atij I duhen dedikuar të gjitha adhurimet dhe vetëm atij duhet të nënshtrohesh me bindje për unjësi, duke hequr dorë nga të gjithë idhujt, të cilët as nuk mund të krijojnë, nuk mund të udhëzojnë në rrugë të drejtë, nuk mund të sembrojnë as të shërojnë, nuk mund të ushqejnë ose të japin të pish, nuk marrin jetë ose të ta japin ath dhe as nuk mund të ringjallin pas vdekjes. Ata nuk mund të sjellin as në dobi adhuruesve të tyre ose të shpëtojnë nga ligësitë. Ata nuk mund të falin gjinohet atë mbulojnë ato. Ky është një argument I prerë dhe I jashtëzakonshëm, që as ju dhe as të tuaj më të vjetër nuk mund ta kundërshtoni. Ajo tregon se të gjithë ju jeni në humbje të thellë e të rebi. Të gjithë ju e keni braktisur rrugën e Zotit. I lartësuari thotë, kur populli I tij polemizoi me të, ai tha, polemizoni me mua rreth Allahut, pasi ai më uzoi. Piçudit se unë nuk u friksohem idhujve tuaj, por vetëm Zotit tim, nëse ai dëshiron diçka.
Zoti im ka përfshirë me dijen e tij çdo gjë. A nuk mendoni? E si të friksohem unë i dhujve tuaj, kur ju nuk friksoheni për atë që adhuroni veç Allahut, pa pasur kurfar argumenti. Për çuditse cilës pali takon të jetë e sigurt, nëse vërtet e dini. Atyre që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatëruan me padrejtësi, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrugë të drejtë. Enom 8:82. Pastaj Ibrahimi u lut e tha: E kur të semuhem, ai më shëron. U tefsiru sure Shuara, ajet 79. Dhe i cili do të bëj që të vdes e pasja do të më ringjall. U tefsiru sure Shuara, ajet 79. Dhe i cili shpresoj se ma fali gabimin tim në ditën e Kiametit. U tefsiru sure Shuara, ajet 79. O Zoti im, me dhuru djeni dhe me radhit me të mirët. O Zoti im, me dhuru urtësi, me jep diturit e madhe që të njoh ligjet e tua, halalin dhe haramin, dhe të gjykoj me drejtësi mes njerëzve dhe me bashko me të mirët, me bashko me vëllezërit e mi profet dhe të dërguar, dhe bën që të përmendem për të mirë të gjenerata të ardhshme. Bëj që të më përmendim për mirë ata që do të vinë pas. Bëj të jemi lëvduar dhe nderuar ndër njerëz deri në kohën e fundit. Allahu i madhruar ju përgjigj lutjes së tij. Ai dhuroi Ibrahimit diturit të thellë gjykim të drejtë. Ai u bën njeri ndër më të nderuarit dhe të daluarit e profetëve dhe u bashkua me vëllezërit e tij profet. Allahu e bëri atë të dashur për zemrat e njerëzve dhe të nderuar e të lavdëruar mes tyre. Të gjithë popujt të lëvdojnë figurën e tij dhe e respektojnë në çdo epokë dhe vend. I lartësuar i thot: Ne lam një kujtim të mirë për të ndër popujt e arshëm. Selam shpëtim me paqe pas të Ibrahimi. Kështu i shpërblejmë në bamirësit. Vërtet, ai ishte nga robërit tanë besimtar. Safat 108, 111. Dhe me bën trashëgimtar të xhenetit të dhëtie. Me bëj prej trashëgimtarëve të xhenetit të mirësive. Me bëj nga banorët e xhenetit që Zoti do t'u adhurojë dhe do t'u alërë si trashëgim. Allahu ju përgjigj lutjes së tij dhe bëri prej banorëve të xhenetit të mirësive. Dhe falja mëkatet babës tim, sepse ai ka qenë njëri nga të humburit. Fale babain tim, se ai është vërtet nga të humburit. Kjo lutje u bë për të përmbushur një premtim që ja dha të atit, kur i tha: Unë do t'i lutem Zotit tim të fal ty. Ai Allahu kujdeset gjithmonë për mua. Meriam 47. Sikur ka thënë Zoti në një ajet tjetër, edhe lutja e Ibrahimit për babain e vet u bë veçse për shkak të një premtimi që ai kishte bërë me për. Por kur ju bë e qartë se ai ishte armik i Allahut, ai u largua prej tij. Me të vërtetë, Ibrahimi ishte shumë i ndjeshëm dhe i butë. Të u bë 114. Pastaj vazhdoi me lutje: Dhe mos më turpëro në ditën kur do të ringjallen njerëzit. E mos më turpëro ditën kur njerëzit do të ringjallen. Mos më poshtëro me ndëshkime duke më shfaqur gjunat e mia, por me lumturë duke më falur atë ditë. Në ditën kur nuk do të bëj dobi as pasuria as djemt. Ditën kur nuk bën dobi as pasuria dhe as fëmijët, ditën kur do të shpëtoj vetëm ai që i paraqitet Zotit me zemër të shëndosh. Kjo është ajo që sjell dobi tek ti. Kjo është mënyra e vetme për të shpëtuar nga ndëshkimi dhe për të fituar shpërblimin, el kalbues, selim, pra, zemra e pastër e shëndosh, do me thënë, ajo zemër që është e pastër nga shirku, dëshimet dhe pasiguria në besim dhe nga dashuria për livsin. Ajo është mbushur me sinqeritet, dituri, siguri dhe me dashuri për të mirën. Ajo zbukurohet me ndjenjat e adhurimit. Dashuria e saj është e lidhur ngushtë me dashurinë e Zotit dhe me ato gjëra që Zoti i do. Dëshirat dhe prirjet e saj janë ndjekëset e shpalljes që vjen nga Zoti. Pastaj Allahu i madhruar përmend disa ngjarje të asaj ditet e madhe, si dhe shpërblimet dhe ndëshkimet që do të jepen atë dite. Por do të bëj kënd dobi vetëm ai që vjen me zemër të pastër te Perëndia. U tefsiru sure Shuara, ajet 88. Dhe xheneti do t'u afrohet besimtarëve. Xheneti do t'u afrohet atyre që kanë qenë të devotshëm. Xheneti u afrohet shumë të devotshmëve që janë ruajtur përmes zbatimit të urrësave. Ata gjithashtu janë ruajtur nga çdo gjë që sjell zemërimin e ndëshkimin e Zotit, ndërsa xhehenemi do të dëftohet mohuesve. Xhehenemi do të dëftohet plotësisht atyre që kanë qenë të humbur. Xhehenemi është bërë gati dhe qëndron e prit për gjithë gabojnë, do me thënë ata të cilët janë zhytur në gjuna dhe kanë patur guximin dhe patërpësinë të mohojnë profetët dhe shpaljet që ata sollen prej Zotit. Dhe do t'ju thuhet atyre ku janë ata që i adhuronit ju. Atyre do t'u thuhet ku janë ata. Zota që ju i adhuronit veç Allahut, a mund t'ju ndihmojnë ata ju ose a mund të ndihmojnë veten e vet? Asgjë nga këto nuk ndodh atë ditë. Atëherë do t'u dalin në shesh mashtrimi dhe ajo do të jetë dita e poshtërimit të tyre. Pendimi dhe keqardhja e tyre vetëm do t'u shtohet. Të gjitha veprat e tyre do të shkojnë kot dhe do të aqësohen.
E jo Perëndin? A mund të ndihmojnë aty juve, ose a mund të ndihmojnë edhe vetes? U tefsiru sure e Shuara, ajet 92, e do të hudhen e zjarë ata rinit e tyre dhe mohusit. Pastaj ata do të hedhen e të, në gjenem njëri mbi tjetrin ata, idhujt dhe adhuruesit e tyre dhe e të roshtria e iblisit, shejtanit të gjithë së bashku, do të hedhen e zjarë ata dhe idhujt që ata adhurojnë, adhurues dhe të adhuruar në zjarë së bashku me ushtrin e iblisit prej njerëzve dhe gjindeve, të cilët i nxisin dhe të ndojnë për poshtërsi dhe gjinohe. Ata kanë forcë mbi këta të mirë, sepse ata vetë ja kanë hapur portat e zemrës nëpërmjet gjinoheve të shumta dhe mohimit të besimit të pastër dhe të vërtetë. Madje, ata janë shndërruar në punëtor që ftojnë në rrugën e shejtanit, që punojnë për çdo kënaqësi të shejtanit. Do t'i gjesh ata ose prej atyre që ftojnë në rrugën e shejtanit dhe në bindjen ndaj tij, ose prej atyre njerëzve që i përgjigjen ftesës së tij, ose prej atyre që pasojnë gjurmët e të humburve për të shkuar në shkatërim. Të mashtruarit e iblisit u drejtuan në dhujeve të tyre, dhe ushtria e iblisit të gjithë së bashku. U tefsiru sure e Shuara, ajet 94. Dhe ata në xhenem grindeshin në mes vete e thonin: aty brenda, në xhenem, ata do të grinden mes tyre e do të thonë: betoni në Allah. Ne vërtet kemi qenë krejtësh të humbur kur ju barazuam me Zotin e botëve. Ne ishim në humbje të qartë kur ju bënim si të barabartë me Zotin e botës, në drejtim të përkushtimit të adhurimeve, dashurisë, frikës e shpresës. Ne ju luteshim ashtu si Zotit të botëve. Atëherë, atyre do të bëhet të qartë rruga e humbjes dhe do të pranojnë drejtësinë e Allahut për ta. Ai do të jetë dënimi i merituar. Në fakt, ata i bëjnë shok Zotit në aspektin e adhurimeve, jo në aspektin e rububijes. Argument për këtë është fjala e tyre: ne vërtet kemi qenë krejtësh të humbur kur ju barazuam me Zotin e botëve. Pra, e pranojnë se ai është Zoti i të gjithë botëve dhe pjesë e kësaj bote janë edhe idhujt. Pasha Perëndin, me të vërtetë, ne kemi qenë në humbje të qartë. U tefsiru sure e Shuara, ajet 96. Kur juve vinive u kemi barazuar me Zotin e gjithësisë. U tefsiru sure e Shuara, ajet 96. Vetëm mëkatarët na kanë mashtruar neve. Ne nuk na mashtrojnë nga e vërteta askush tjetër përveç të ligjeve. Ata të cilët na devijuan nga rruga e udhëzimit dhe e punëve të mira e të mbara, për të na çuar drejt rrugës së shërimit dhe mosbindjes ndaj Zotit, janë keqbërësit, pra udhëheqësit e rrugës për në zjarr. E nuk kemi asnjë ndërmjetësues te Perëndia. Tani për ne nuk ka asnjë ndërmjetësues për tek Allah. Atë ditë nuk do të ketë ndërmjetësues që të mund të ndërhyjnë për ata e të shpëtojnë nga ndëshkimi i Allahut, as mik të ngushtër dhe asnjë mik të sinqert. Nuk kemi asnjë meke që të na ndihmojë, siç ndodh të rëndom në dynja. Kështu, ata humbin shpresën për çdo mirësi për shkak të veprave të veta. Atë ditë do të dëshirojnë që të kthehen në dynja dhe të bëjnë ndonjë punë të mirë, sikur të ktheheshin përsëri në jetë e të bëhemi besimtar. Sikur të mund të ktheheshim në dynja edhe një herë që të bëhemi besimtar. Sikur të na mundsojë të ktheheshim në dynja që të bëhemi besimtar e të shpëtojmë nga ndëshkimi i kësaj dite dhe të marrim shpërblimin e Zotit. Ajo që shpresojnë është shumë e largët dhe e pamundur. Tashmë është bërë ndarja e përjetshme mes tyre dhe asaj që e dëshirojnë dhe nuk ka asnjë mundësi kompensimi. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. Vërtet, këto janë argumente, por shumica e tyre e njerëzve nuk besojnë. Në gjithë këtë histori që ju treguam ka argumente dhe mësime të mrekullueshme për ju, por me gjithë këto shenja mrekulli që Zoti u dha profetëve, shumica e njerëzve nuk besojnë. E Zoti yt me të vërtetë është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Nuk ka dyshim se Zoti yt është ngallënjëtari e mëshirëploti. Populli i Nuhut i konsideron të gënjeshtar pejgamberët. Allahu i madhëruar na tregon për ata që mohuan profetin Nuh dhe për mënyrën si i përgjigjen ftesës së tij dhe se si i ftoi ai në rrugën e drejtë. Ai na tregon me pas për përfundimin e të gjithëve, edhe populli i Nuhut mohoi të dërguarit. Vëreni me kujdes. Ai tha mohoi të dërguarit, pra në numrin shumës. Kështu, mohimin e Nuhut e konsideroi si mohim të gjithë profetëve, sepse ata kanë qenë të gjithë unanim në mesazhin e tyre. Kështu mohimi i çdo njerit prej tyre konsiderohet si mohimi i të gjithëve dhe i asaj që ata sollën prej Zotit. Kur vëllai i tyre, Nuh tha: "Vallë, a nuk i druani ju Perëndisë?" Vëllai i tyre, Nuh tha: "A nuk e keni frikë?" Allan, Nuh ishte vëllai i tyre nga gjaku dhe farefisnia. Zoti i zgjedh profetët nga mesi i popullit ku ata dërgohen, që bindja ndaj tyre të jetë më e thjeshtë. Ata, duke qenë se e njohin mirë prej ardhen e profetit, nuk kanë nevojë të kërkojnë për të.
Nuk ju drejtu atyre me të butat dhe të zgjellurat fjalë, siç është sakoni të gjithë profetëve paqja e Zotit qoftë mbi ta, a nuk po i friksoheni Allahut të lartësuar dhe t'i largoheni adhurimit të idhujve? A nuk po i përkushtoheni Allahut me sinqeritet dhe të jeni me të shpëtuarit? Me të vërtet, unë jam pejgamber i besuar për ju. Unë jam një profet i besuar, i dërguar. Veç për ju. Dërgimi i tij posaçërisht tek ju është shkak i mjaftueshëm që ju të respektoni dhe pranoni mesazhin e tij, të besoni në të dhe ta falenderoni Allahun që ju dalloi duke ju dërguar këtë profet të nderuar. Përshkrimi i tij si i besuar tregon e jep siguri se ai kur nuk flet e pavërteta për Zotin dhe as nuk shton dhe as nuk pakson gjë në shpalljen e tij. Kjo duhet të bëjë që ju të besoni çdo lajm të sjell prej tij dhe të i bindeni çdo urrëreset e tij. Andaj, druani Perëndis dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Prandaj, kijeni frikë Allahun dhe mu bini mua. Frikësojuni Zotit dhe mu bini në urdhëresat që ju jap dhe në largimin nga ndalesat. Këto janë të detyrueshme nëse e besoni se unë jam profet i dërguar tek ju. Duke qenë se unë jam profet i dërguar ndër ju dhe besnik i shpalljes së Zotit, ju duhet të frikësoni Zotit dhe të më bindeni në mesazhin tim prej Zotit. Pastaj, duke përmendur se nuk ka asnjë shkak ndalues për realizimin e urdhërimit të mësipërm, Allahu i lartësuar thotë: "Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i gjithësisë. Unë nuk kërkoj prej jush asnjë shpërblim për këtë. Nëse do t'ju kërkoja ndonjë takse shpërblim për veten time, kjo do të shërbente si shkak që të thoshit se po rëndoheni nga taksat. Shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve. Me detyrën si profet, që sjell mesazhin e Zotit ndër ju, unë shpresoj që të afrohen tek Zoti i botëve dhe shpresoj në shpërblimin e madh të tij. Ndërsa në lidhje me ju, ajo që kam është thjesht këshilla për të rregulluar gjendjen dhe lidhjet tuaja me Zotin. Unë dëshiroj për ju thjesht që të merrni rrugën e drejtë të Zotit tuaj. Andaj, druani Perëndis dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Prandaj, kijeni frikë Allahun dhe mu bini mua." Nuk e përsërit këtë frazë, gjë që tregon se ai qëndroi gjatë me popullin e vet për t'i ftuar, sikurse tregon Zoti, ne e dërguam Nuhun te populli vet dhe ai qëndroi ndër ata 1000 vjet pa 50 vjet, por ata i përshiu përmbytja sepse ishin keqbërës. Ankebut 14. Ai tha, o Zoti im, unë e ftova popullin tim natën dhe ditën, por ftesa ime vetëm sa ja shtoi largimin. Sa herë që unë i ftoj ata tek ti për t'u falur gjunat, ata i fusnin gishtat në vesh dhe mbulonin kokat me teshat e tyre për të vazhduar në detyrën me një kryenëqësi të madhe. Unë i ftova ata aptazi. U drejtova thyen sheshazie shumë herë dhe fshehu razi. Unë u thash, kërkojini falje Zotit tuaj. Ai vërtet është falës i madh. Nuk 5 jetë. Siç shihet, ai gjithmonë ju urrante për këtë çështje të rëndësishme dhe të domosdoshme. Duke refuzuar ftesën e tij, ata u justifikuan me diçka që nuk vlen si arsye për të refuzuar ftesën e një profeti. Ata thanë, vallë, atë besojmë në aty, kur ty po të pasojnë të ullëtit. Ata i thanë, e si të besojmë ty, kur ty të pasojnë me të ullëtit. Si të pranojmë, kur ne shohim se pasuesit e ty janë veç se njerëzit e rëndom dhe të parëndësishëm, madje me të përbuzurit e të varfërit. Pikçëdit se kjo tregon se ata thjesht synonin të refuzonin ftesën dhe të vërtetën. Ajo tregonte, gjithashtu, ignorancën e tyre të thellë rreth realitetit të gjërave. Nëse ata vërtet do të kishin si synim njohjen e të vërtetës dhe sigurinë rreth saj dhe nëse do të kishin ndonjë paqartësi e dyshim në ftesën e profetit, do të thoshin, na e trego dhe vërteto saktësinë e asaj në të cilën na fton me forma të drejta të argumentimit dhe arsyetimit. Nëse do ta mendonin mirë çështjen, ata do të dinin në përfundimin se pasuesit e Nuhut ishin vërtet me të zgjelluarit, me të mirët, me të daluarit, me të mençurit, me të edukuarit dhe me moralin me të lartë. Nga ana tjetër, ata do të kuptonin se me të përçmuarit janë ata që u është hequr aftësia të logjikuar i drejtë dhe që u duket i bukur adhurimi i idhujve e gurëve, janë pikërisht ata të mirë që adhurojnë, u përulën dhe lusin sende pa jetë pa fuqi, janë ata që refuzojnë ftesën e njerëzve të përkryer, pra, të profetëve të Zotit. Vetëm një shikim i shpejt në ftesën e profetëve do të mjaftonte për të gjykuar se kush mbronte vërtetën dhe kush le të mbronte kotën, pa pasur nevojë për fakte shtesë. Kështu, kur populli refuzoi ftesën e Nuhut me fjalët, e si të besojmë ty, kur ty të besojmë me të ultit. Ne arrijmë të kuptojmë se ata ishin të humbur dhe refuzonin shpalljen e Zotit pa asnjë të drejtë. Logjika e tyre ishte tërësisht e gabuar dhe e pamjaftueshme për të hedhur poshtë ftesën e një profeti të Zotit. Fjalët e tyre janë më se të mjaftueshme për ne që të gjykojmë drejt, edhe sikur të mos njihnim asnjë mrekulli të Nuhut dhe asnjë informacion rreth ftesës së tij madhështore dhe këmbëngulëse, të cilat forcojnë sigurinë për vërtetësinë e tij si profet dhe të mesazhit që ai solli prej Zotit. Nuhu tha, unë nuk di çka kanë punuar ata. Nuhu tha, unë nuk e di se çfarë kanë bërë ata, që ju i quani të ulët.
Unë nuk di asgjë prej punëve të atyre njerëzve që ju i quani të ulët dhe të përçmuar. Punët e tyre i di vetëm Zoti dhe është ai që do t'i marrë në llogari. Llogaria e tyre është vetëm te Zoti im, dini ju. Përgjegjësia e tyre është vetëm para Zotit tim, nëse kuptoni. Këto që po ju them, i dërguari ka detyrë vetëm kuptimin e qartë për të gjithë. Pra, ju mendoni vetëm për ftesën time. Nëse ajo është e vërtetë, atëherë nuk kemi punë me njerëzit e tjerë. Detyra juaj është thjesht të nënshtroheni te vërtetës. Secili do të përgjigjet i vetëm përpara Zotit. E unë nuk do t'i deboj besimtarët. Unë nuk kam për t'i përzemër kur ata që besojnë. Me sa duket ata mohues, Allahu i shëmtoft. I kërkua Nuh që t'i debonte të varfërit dhe njerëzit e rëndomt, siç i quanin. Me mendje mallësi arrogancë, i avun sikush për të pranuar besimin që ai të largonte të varfërit, por Nuh tha, unë nuk kam për t'i përzemër kur besimtarët. Ata nuk meritojnë debimin dhe poshtërimin, por meritojnë ndërimin dhe vlerësimin me fjalë dhe me vepra. Ashtu siç thot Zoti, kur të vinë tek ti ata që i besojnë ajetet tona, thuaju, selamun aleikum. Zoti juaj ja bëri detyrë vetes së vet me shirin. Nëse ndonjëri prej jush bën ndonjë të keqe pa e ditur, e pastaj pendohet dhe përmirësohet, s'ka dyshim se Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Enam 54. Unë jam vetëm paralajmërues i qartë. Unë jam dërguar vetëm si një paralajmërues i qartë. Unë jam thjesht një paralajmërues dhe kumtues besnik i shpalljes nga Zoti. Unë përpiqem me çdo mundësi të këshilloj njerëzit dhe të rregulloj gjendjen e tyre. Unë nuk kam në dorë asnjë pushtet. E gjithë çështja është në dorë të Allahut. Kështu vazhdoi Nuh me ftesën e tij natën e ditën, shetaz dhe haptazi, por ajo nuk kushtoi atyre gjë tjetër, veç largimit dhe armiqësisë dhe tha. Ata thanë, nëse nuk të riqesh nga këto, o Nuh, me siguri do të goditesh me gur. Ata thanë, o Nuh, nëse nuk kesh dorë, nga kjo që po bën, do të vrasim me gur. Nëse nuk ndalesh nga ftesa jote për të adhuruar një Zot e vetëm, do të vrasim me gur. Do të vrasim me mënyrën më të keqen, me gur, ashtu siç vrasim qend. Allahu i mallkofte, sa e shëmtuar ishte kjo përgjigje. Këshilluesit e mirë e besnik, që ishte me dhe mshuri për ta, se sa ata për veten e tyre, i dhanë me të keqen përgjigje që mund të mendohet. Atëherë, nuk është çudi që, pas forcimit të kufrit dhe të primit me padrejtësitë e tyre, Nuh të bënte një mallkim, që do t'i përfshinte ata nga çdo. Ai tha, Nuh tha, o Zoti im, mos lër mbi tokë asnjë nga jo besimtarët. Nëse ti i lë, ata do t'i largojnë adhuruesit e tu nga rruga e drejtë dhe prej tyre do të lindin veç të shfrenuar dhe jo besimtar. O Zoti im, me fal mua, fali prindërit e mi, ata që hynë në shtëpinë time si besimtar dhe të gjithë besimtarët e besimtarët. Ndërsa jo besimtarëve shtoj veç se dëshpërim. Nuh 26:28. Ndërsa këtu tha, Nuh tha, o Zoti im, me të vërtetë, populli im e konsideron për gënjeshtar. O Zoti im, populli im e ka mua, gjyko, atëherë, me drejtësinë tënde ndërmjet meje dhe atyre dhe më shpëto mua dhe besimtarët që vinë pas meje. Shkatërroj ata që i kanë kaluar kufit. Nuh e dinte mirë se ishin ata mohues që i kishin kaluar kufit, prandaj dhe tha, gjyko me drejtësinë tënde ndërmjet meje dhe atyre dhe më shpëto mua dhe besimtarët që vinë pas meje. Andaj, ti, gjyko mes meje dhe atyre, dhe më shpëto mua e besimtarët që janë me mua. U tefsiru sure esh, Shuara, ajeti 117. Dhe, na, e shpëtuam atë dhe ata që ishin me të në barkën e ngarkuar plot. Dhe ne i shpëtuam atë dhe të gjithë ata që ishin me të në anien e mbushur plot. U shpëtua Nuhun dhe ata që besimtarët e pakët që ishin me të, duke i mbartur në anien e mbushur plot me krijesa të ndryshme, sipas urdhrit të Zotit. E pastaj, të tjerët i fundosëm. Dhe i mbytëm në ujë ata që mbetën pas. Pas Nuh dhe besimtarëve që ishin me të, Zoti përmbyti të gjithë të tjerët. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. Vërtet, këtu ka fakte, por shumica e tyre nuk besojnë. Në këtë histori, ku Zoti shpëtoi Nuhun dhe përmbyti mohuesit, ka shenja të qarta për vërtetësinë e profetëve tanë dhe për saktësinë e mesazhit që ata soll. Nga ana tjetër, ajo tregon edhe për kotësinë dhe përfundimin e keq të idhujtarisë dhe të atyre që mohojnë profetët e Zotit dhe shpalljet e tyre. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Nuk ka dyshim se Zoti yt, ai është ndalnimtari, mëshirëploti. Me krenarinë dhe forcën e tij, Allahu i poshtoi mposhti mohuesit, duke i mbytur që të gjithë me atë tufan të pashëmbullt. Allahu është mëshirëplot për të dashurit e tij, që i ka zgjedhur të kujdeset për ta. Ai e shpëtoi Nuhun dhe ata që besuan së bashku me të. Adi konsideronte gënjeshtar pejgamberët. Edhe populli atë nuk i besoi të dërguarit. Vellai i tyre, Hudi, tha, a nuk e keni frikë?
Allon, edhe ky popull i quajtur adhuaj profetët e Zotit. Edhe pse muan vetëm profetin e tyre Hud, kjo konsiderua si muajmi të gjithë profetëve të Zotit, sepse mesazhi dhe ftesa e të gjithëve ishte e njëjtë. Vellai i tyre nga gjaku dhe farefisnia u tha plot urtësi dhe butësi, a nuk e keni frikë Allahun? A nuk po i frikësoheni Zotit dhe të braktisni adhurimin e idhujve? Kur vellai i tyre, Hudi, u tha, vallë, a nuk i druani ju Perëndis? U tefsiru sure Esh, Shuara, ajet 123. Me të vërtet, unë jam pejgamber i besuar për ju. Unë jam një profet i besuar i dërguar. Veç për ju. Mua me dërgoi Zoti posaçërisht tek ju dhe për tu kujdesur për ju. Unë jam besnik i shpalljes së tij, dhe ju e dini mirë këtë fakt për mua. Andaj, druani Perëndis dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Prandaj, kijeni frikë Allahun dhe mu bini mua. Përmbushni hakun e Zotit të lartësuar, që është devotshmëria ndaj tij. Kryeni detyrën edhe ndaj meje, pra, bini në atë që ju urdhëroj dhe largohuni nga ajo që ju ndaloj. Nuk ka asgjë që t'ju pengoj të bëni një gjë të tillë. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i gjithësisë. Unë nuk kërkoj prej jush asnjë shpërblim për këtë. Për ftesën dhe kumtimin e së vërtetës ndër ju, unë nuk po ju kërkoj ndonjë shpërblim. Unë thjesht dëshiroj të përmirësoj gjendjen tuaj dhe t'ju këshilloj. Nuk po ju rëndoj me asnjë kërkesë. Shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve. Ai është edhe Zoti juaj që kujdeset për ju me mirësitë e tij. Ai ju mbulon me mirësitë dhe bujarinë e tij. Për kujdesi i Allahut për të dashurit e tij, që ja adhurojnë, është shumë më i madh dhe pikërisht këtë duhet të synoni. A mos vallë në çdo kodrim po ngrini ju godim përmendore për të tallë me kalimtarët. Apo ndërtoni në çdo kudër përmendore sa për lojë. Ju ngrini në lubina, kodra e male ndërtesat e kota dhe pa asnjë funksion dhe dobi për dinjan ose fen tuaj. Dhe ngrini pallate luksoze, thuas e do të jetoni gjithmonë. Apo ndërtoni pallatet e fortifikuara me shpresë se do të jetoni përgjithmonë. Ju ndërtoni pallatet e fortifikuara, sikur do të jeni të përjetshëm, kur dihet që askush nuk mund të jetë i përjetshëm në këtë botë. E kur dënoni, dënoni si absolut. E kur ndëshkoni mizorisht. Kur ndëshkoni njerëzit, ju tregoni të ashpër dhe të pamëshishëm. Ju i torturoni, i vrisni dhe u grabisni pasurinë. Allahu i lartësuar u pati dhe natyre shumë fuqi trupore. Atë forcë ata duhet të përdonin e bindjen ndaj Zotit, por ata u treguan kryne që e mendjem dhenjë dhe thanë, kush është me i fortë se ne? Fusilët 15. Ata përdorin fuqinë e tyre në poshtërsi dhe mos bindjen ndaj Zotit, në kocira dhe gjërat të padobishme. Profeti i tyre i ndaloi nga diçka e tillë, pastaj i këshilloi për devotshmëri. Andaj, druani Perëndis dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Prandaj, kijeni frikë Allahun dhe mu bini mua. Friksojuni Allahut dhe largojuni shirkut, padrejtësive dhe tiranisë. Tashmë ju e dini se unë jam profeti i Allahut, i dërguar ndër ju, dhe unë jam besnik dhe mirëdashës për ju. Dhe duani atij, i cili ju ka dhuruar ju ato që i dini. Kijeni frikë atë që ju dhuroj bujarisht të gjitha ato që i dini mirë. Ju dhuroj bujarisht begati dhe djem, kopshte e burime ujë. Allahu ju ka begatuar me mirësi të shumta, si bagetit, delet, lopët e devet. Ai ju ka dhuruar fëmijë, pasardhës e pasuri të shumta. Ai ju fal edhe djemt. Allahu i lartësuar u kujton njerëzve mirësitë që u ka dhuruar atyre. Pastaj profeti kërcënon ata për ndëshkimin e Allahut, duke thënë: E dhuron juve bashkëti pasuri dhe fëmijë. U tefsiru sure Esh, Shuara, ajet 132. Edhe kopshtia dhe burime. U tefsiru sure Esh, Shuara, ajet 132. Unë, me të vërtet, druaj për ju dënimin e ditës së madhe. Vërtet, unë i friksohem dënimit tuaj në një ditë të madhe. Nga dëmshëria, mëshira dhe bamirësia për ju, friksohem se do t'ju godas zemërimi i Zotit. Unë kam frikë nga dënimi një ditë të madhe. Nëse ky ndëshkim fillon të zbres, askush nuk mund të largoj ose ndaloj, nëse ju vazhdoni në kufrin dhe kalimin e kufive. Ata thanë, për ne, është një lloj, na këshillove ti neve, ose nuk na këshillove. Ata thanë, për ne është një lloj, na këshillon apo nuk na këshillon. Këto ishin fjalët e mohuesve të së vërtetës dhe refuzuesve të profetëve, për ne është një lloj, na këshillon apo jo. Të dyja rastet për ta ishin tërësisht një lloj. Kjo ishte një shprehje e arrogancës së tyre të madhe. Këshillat dhe porositë e Zotit janë të fuqishme dhe ndikuese të forta në zemrë. Madje, edhe malet do të qaheshin nga frika për Zotin me gjithë forcinë dhe ngurtësinë e tyre. Ato këshilla prekin edhe shpirtrat e njerëzve të mençur, por ngurtësia dhe ignoranca e këtyre njerëzve kishte arritur në atë masë, saqë asgjë nuk u bënte efekt. Kështu ndodh me zemrat që janë të mbushura me padrejtësi dhe janë të zhytura në errësirë. Për to nuk ka shpresë për udhëzim.
Këto janë vetëm duket e popujve të lashtë. Kjo nuk është gjë tjetër vetëm se një traditë e popujve të lashtë. Kuptimi, të gjitha këto mirësi kanë pasur edhe breza të shkuar. Njerëzit herë pasurohen e herë varfërohen. Kështu është jeta. Do me thënë, ata nuk e pranonin faktin që të gjitha këto gjendje janë sprova dhe mirësi të përcaktuara nga Allahu. E ne nuk do të jemi të dënuar. Dhe ne, kur nuk jemi për të dënuar. Ky është mojë i ringjalljes. Ata sikur talleshin me profetin dhe kërcënimin e tij se do të ringjalleshin. Ata thoshin, edhe nëse pranojmë atë që profeti na thot, ne nuk do të ndeshkohemi. Pra, ashtu sikur se në këtë dynja ne kemi pasur mirësi dhe kënaqësi, edhe në ahiret, nëse ringjallemi, do të kemi të mira. Ata e konsideruan gënjeshtar të Hudin, andaj ne i shkatëruam ata. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtar. Kështu ata e mohuan atë. Hudin dhe ne i shkatëruam ata. Kështu mohimi i ftesë u bën një cilësi e tyre që nuk ndryshonte për asnjë shkak, prandaj Allahu i madhruar i shkatëroi të gjithë sikurse thot në ajetin tjetër, ndërsa Adi u shkatërua me një ujë të fuqishme të gjuhshme, që ai e lshoi kundër tyre 78 ditë rresht. Sikur të shihje njerëzit që shëmbeshin për dhe, si të ishin trunxhe humash të zavruara. A e gjen ndonjë që ka mbetur prej tyre? A ka 6, 8. Pastaj tha, vërtet, këtu ka fakte. Këtu ka argumente që tregojnë për sinqeritetin dhe besnikërinë e profetit A.S. dhe për vërtetësinë e asaj që ai solli nga Zoti. Ato tregojnë, gjithashtu, për kotësinë e asaj që ndiqnin këta njerëz të humbur, të zhytur në shirkun, tiraninë dhe padrejtësinë e tyre për shumica e tyre. E njerëzve nuk besojnë. Ata nuk besojnë, edhe pse faktet e kësaj të vërtetë ishin të shumta. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Nuk ka dyshim se Zoti yt është ngallënimtari e mëshirëploti. Allahu është El Aziz, krenari e ngallënimtari, që me madhështinë dhe krenarinë e tij shkatërroi popullin e Hudit. Atyre nuk u vleu para Zotit fuqia e tyre e madhe dhe as tirania. Allahu është Rahim, mëshirëplot me profetin dhe me besimtarët e tij, duke i shpëtuar nga ndëshkimi, dhe Thamudi konsideron të gënjeshtar pejgamberët. Edhe popull Thamud nuk u besoi të dërguarve. Thamudi ishte një popull i njohur i përhapur në shumë vendbanime të Hijrit. Ata mohuan profetin Salih, por ishte një lloj si të kishin mohuar të gjithë profetët, sepse ai ftoi ata në tauhid ashtu si të gjithë profetët e Zotit. Kur vëllai i tyre, Saliu, tha, vallë, a nuk i dëruani ju Perëndis? Vëllai i tyre, Saliu, tha, a nuk keni frikë? Allahun. Vëllai i tyre nga gjaku foli atyre me dashuri dhe me butësi, a nuk e keni frikë Allah? Pra, keni frikë Zotin dhe largoni nga idhujtaria dhe poshtërsitë. Me të vërtetë, unë jam pejgamber i besuar për ju. Unë jam një profet i besuar, i dërguar. Veç për ju. Unë jam një profet i dërguar nga Zoti i krijuesi juaj. Ai më dërgoi tek ju që t'ju ftoj me butësi dhe dashuri, si mëshirë për kujdese për ju. Atëherë, respektojeni dhe jeni mirënjohës për këtë mëshirë. Pranojeni për kujdesin dhe mëshirën e tij, duke u nështruar që ta adhuroni e ta jetoni jetën siç ai kënaqet. Unë jam një profet besnik dhe ju e njihni mirë besnikërinë dhe sinqeritetin, dhe mshurinë dhe dëshirën time të mirë për ju. Kjo duhet të shërbejt që ju të më besoni dhe të besoni atë që unë ju kam sjellë nga Zoti. Andaj, druani Perëndis dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Prandaj, kijeni frikë Allahun dhe mu bindni mua. Ruajuni nga zemërimi dhe ndëshkimi i Zotit dhe binduni mua në rrugën e Zotit. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i gjithësisë. Unë nuk kërkoj prej jush asnjë shpërblim për këtë. Shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve. Kjo nuk përbën pengesë për ju që të më ndiqni dhe pasoni. Kështu, nuk keni pse të mendoni se unë dua që të grabis pasuritë tuaja. Shpërblimi im është nga Allahu, Zoti i botëve, prandaj vetëm prej tij e kërkoj shpërblimin. Vallë, a mendoni ju se do të leheni këtu të sigurt? A jeni të sigurt se do të mbeteni të sigurt në gjithçka keni këtu? Në këtë botë, këtu, mes kopshteve dhe burimeve, mes të mbjellave dhe humave, me frutat e tyre të freskëta. A mendoni se do të lijeni në këto mirësi dhe begati të shumta dhe nuk do të sprovoheni? Piçuditse mos, vallë, do të lijeni pa urdhëruar dhe ndaluar. Piçuditse si mund të kërkoni dhe përdorni këto mirësi në poshtërsi ndaj Allahut dhe mos bindjen ndaj tij. Piçuditse, në kopshtie dhe pranë burimeve. U tefsiru sure Shuara, ajet 146. Në të lasha dhe pa me humesh, me frutet e shishme. U tefsiru sure Shuara, ajet 146. Ju po kthen një shtëpit në malje me mjeshtri të shkath. Ju kthen me mjeshtri shtëpin në përmalje shkëmbore.
Aq shumë u përkushtua dhe u dha të pas bukurimeve stolive, saqë edhe malet i shndëruat në kështjellat dhe shtëpi. Andaj, duani Perëndis dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. Kijeni frikë Allahun dhe mu bini mua. Mos shkoni pas atyre që janë të shfrenuar. Frikësojuni Zotit dhe mu bini në rrugën që ju ofron tek Ai. Mos ju bini atyre që kanë kaluar çdo kufi, dhe mos dëgjoni urdhërat e atyre që e teprojnë në të keqe. U tefsiru sure Shuara, ajeti 150, të cilët bëjnë gatresa në tokë e nuk përmirësojnë asgjë. Që bëjnë shkatërime në tokë dhe nuk përmirësojnë. Shkatërimi i tokës me poshtërsi dhe nxitja e njerëzve për to ishte cilësia e tyre e pandashme dhe dalluese. Ata dinin vetëm të shkatëronin dhe nuk sillnin asnjë përmirësim. Ata ishin mbartës e ligësisë. Ata ishin të përkushtuar në kundërshtimin e profetit dhe ftonin në rrugët e humbjes, prandaj Salihu i paralajmëroi që të mos mashtroheshin prej tyre. Mbase këta janë ata për të cilët Allahu ka thënë, në qytet ishin 9 veta që bënin shkatërime në tokë dhe nuk përmirësonin. 48. Sidoqoftë, këshilla e profetit nuk u bëri dobi atyre dhe nuk e përfillën fare atë. Madje ata i thanë Salihut. Ata thanë, ti je vetëm njeri nga të magjepsurit. Ti je vetëm një magjepsur. Ti je magjepsur dhe flet gjëra të pakuptimta. Ti je vetëm njeri, ashtu si ne, andaj na sjell një mrekulli nëse thua të vërtetën. Ti je vetëm një njeri sikurse edhe ne. Ti je vetëm një njeri sikurse edhe ne. Atëherë, çfarë ke ti më tepër që të na ftosh të të pasojmë? Sill një argument nëse thua të vërtetën. Edhe pse gjendja dhe besnekëria e këtij profeti dhe ajo në të cilën ai ftonte njerëzit ishte mëse mjaftueshme për besuar në vërtetësinë e shpalljes, atyre u dukej e pamjaftueshme. Për shkak të ngurtësisë së zemrave, ata kërkuan provat e tjera sipas dëshirës së tyre. Zakonisht ata që kërkojnë të tilla prova nuk shpëtojnë, sepse ata i kërkojnë ato me qëllim për të mos besuar dhe të shtyrë nga urrëtia kundër të vërtetës. Salihu tha, ja, kjo është devijat dokument, për të ka pije ujë në ditë të caktuara, e për ju në ditë tjetër të caktuar. Ai tha, ja, ku është një deve? Shihni një deve që den nga shkëmbili muar. Ju do ta shihni me sytë tuaj këtë çajin të pashëmbullt. Ajo do të pi ujë në ditë të caktuar, kurse ju ditën tjetër. Një ditë do të pi vetëm ajo nga pusi dhe ditën tjetër ju. Dhe mos i bëni kur fare të keqe asaj, se ju godet dënimi i ditës së madhe. Mos e prekni për ta dëmtuar, se do t'ju godas dënimi i ditës së madhe. Ai kërcënoi që të mos e dëmtoni deven. Kështu vazhdoi për një farë kohe, por përsëri ata nuk besuan dhe nuk u nështruan. Por ata e therrën atë e pastaj u penduan. Ata therrën atë, por u penduan shumë, prandaj i përshiu dënimi i premtuar. Ishte vetë një britme e madhe që i shkatërroi të gjithë. Vërtet, këtu ka fakte, por shumica e tyre nuk besojnë. Këtu ka argumente për vërtetësinë e asaj që solli profeti ynë dhe për kotësinë e kundërshtarëve dhe armiqve të tij. Dhe i goditi dënimi ata. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. U tefsiru sure Shuara, ajeti 157. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Nuk ka dyshim se Zoti yt është ngallënjëtari e mëshirëploti. Populli i Lutit i konsideronte gënjeshtar pejgamberët. Populli i Lutit nuk i besoi të dërguarit. Vëllai i tyre, Luti, i tha, a nuk keni frikë? Allan, unë jam një profet i besuar, i dërguar. Veç për ju. Prandaj, kijeni frikë Allahun dhe mu bini mua. Unë nuk kërkoj prej jush asnjë shpërblim për këtë. Shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve. Profeti ftoi në mirësi dhe besëm, por ata ju përgjigjen një lloj si popujt e shkuar që refuzuan profetet e tyre. Të ngjashme ishin zemrat e tyre në kufër, prandaj ishin të ngjashme edhe fjalët e tyre në refuzimin e profetëve dhe mohimin e të vërtetës. Por këta të poshtër, përveç i drejtarisë, bënin edhe një poshtërsi që askush para tyre nuk e kishte bërë. Kur vëllai i tyre, Luti, tha, vallë, a nuk i dëruani ju Perëndis? U tefsiru sure Shuara, ajeti 160. Me të vërtetë, unë jam pejgamber i besuar për ju. U tefsiru sure Shuara, ajeti 160. Andaj, druani Perëndis dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje. U tefsiru sure Shuara, ajeti 160. Për këtë, unë nuk kërkoj nga ju kurfar shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i gjithësisë. U tefsiru sure Shuara, ajeti 160. Vallë, ju, pos botës tjetër, u qaseni mashkujve. Nga të gjitha krijesat e kësaj bote, ju po shkoni pas meshkujve dhe lini me njën ato, të cilat Zoti juaj i krijoi si bashkëshorte për ju. Pe çudit se ju jeni vërtet një popull që ka lënë çdo kufi. Të së keqes,
Ata parapëlqenin marrëdhëniet homoseksuale, aq të ulët, të poshtër dhe të piset. Ata nuk pëlqenin gratë e pastra dhe të mira që Zoti kishte krijuar për ta, sepse ishin një popull që kishte kaluar çdo kufi në armiq si e padrejtësi. Profeti i tyre vazhdoi të ndalonte nga këto poshtërsi, por ata thanë: "E i leqitni gratë tuaja, të cilat Zoti juaj i ka krijuar për ju. Ju, me të vërtetë, jeni popull që kaloni çdo kufit e së keqes." U tefsiru sure e Shuara, ajeti 165. Ata thanë: "Nëse nuk të riqesh nga këto, o Lut, me siguri do të jesh i dëbuar. O Lut, nëse nuk ndalesh nga këto që na thua, me siguri do të dëbojmë." Kuptimi: ne do të dëbojmë nga vendi ynë. Kur Luti pa këmbën ngullin e tyre në poshtërsi, u tha: Luti tha: "Unë, me të vërtetë, në veritem për atë që bëni ju. Unë e urej atë që bëni ju." Kuptimi: unë e urej këtë punë që bëni ju dhe ju ndaloj nga ajo me forcë, duke ju kërcënuar me ndeshkimin e Zotit. Pastaj u lut për vete dhe për besimtarët: "O Zoti im, më shpëto nga dënimi, mua dhe familjen time nga ajo që bëjnë ata." O Zoti im, më shpëto mua dhe familjen time nga ajo që bëjnë ata. Na ruaj nga veprat dhe ndikimi i tyre, si dhe ndëshkimi që ai sjell me vete. Dhe Allahu ju përgjigj lutjes së tij. Dhe ne e shpëtuam atë dhe familjen e tij, të gjithë. Kështu ne e shpëtuam atë dhe tërë familjen e tij, përveç një plake, gruas së tij, që mbeti me ata në dënim. Pra, përveç gruas së tij, e cila mbeti së bashku me ta në ndëshkim, pos plakën gruas së Lutit, e cila mbeti me të tjerët. U tefsiru sure e Shuara, ajeti 170. E pastaj, të tjerët i shkatruam. Me pas i shkatruam të tjerët, duke u lëshuar një breshëri, gurësh nga qielli. Sa i keq ishte ajri e bësh për ata që u paralajmëruan, por nuk i avun veshin. Mbi ta u hëllën kur të ndezur. Sa i dëmshëm ishte ai shjerë e bësh gurësh për atë popull që u paralajmëruan nga profeti i Zotit. Allahu i shkatëroi nga i pari deri tek i fundit. Dhe ne ta lëshuam shitet meshëm, gurësh, e sa shi i shëmtuar që është ai, për ata që janë paralajmëruar. U tefsiru sure e Shuara, ajeti 172. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. Vërtet, këtu ka fakte, por shumica e tyre nuk besojnë. Nuk ka dyshim se Zoti yt është ngallënimtari e mëshirploti. Kështu i shkatëroi Zoti me krenarinë e tij mohusit dhe shpëtoi me mëshirën e tij besimtarët e ruajtur. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. U tefsiru sure e Shuara, ajeti 174. Edhe banorët e Jeketit i konsideronin gënjeshtar pejgamberët. Edhe populli i Jekës muaj të dërguarit. Ata ishin banorët e Medjenit, në të cilën kishte kupshte me bime pemë të dëndura, të gërshetuara me njëra tjetrën. Ata e kundërshtuan dhe e mohuan profetin e tyre Shuajbi, i cili u solli atë mesazh që sollën të gjithë profetët e tjerë të Zotit. Kur Shuajbi tha atyre: "Vallë, a nuk i druani ju Perëndis?" Shuajbi u tha atyre: "A nuk keni frikë? Allahun, a nuk po i frikësoni Zotit dhe ta lini atë që sjell zemërimin e tij? Ai e uren mohimin dhe poshtërsitë. Ai zemërohet kur nuk i u bindeni urdhëresave të tij. Me të vërtetë, unë jam pejgamber i besuar për ju. Unë jam një profet i besuar, i dërguar, veç për ju. Prandaj, kijeni frikë Allahun dhe mu bini mua. Duke qenë se unë jam i dërguar i tij, besnik ndër ju, atëherë duhet të me bindeni kur ju ftojnë atë që ju shpëton nga dënimi i Zotit dhe ju mundëson çdo të mirë. Andaj, druani Perëndis dhe bëhuni të dëgjueshëm ndaj meje." U tefsiru sure e Shuara, ajeti 178. Për këtë unë nuk kërkoj nga ju kur farë shpërblimi, mua do të më shpërblej vetëm Zoti i gjithësisë. Unë nuk kërkoj prej jush asnjë shpërblim për këtë. Unë nuk ju kërkoj asgjë për ftesën dhe udhëzimet që ju sjell nga Zoti. Shpërblimi për mua është vetëm prej Zotit të botëve. Përveç idhujtarisë që bënin, ata ishin njerëz që hanin në peshë dhe cënonin hakun e njerëzve, prandaj profeti i tyre u tha: "Plotësoni matjen dhe mos u bëni nga ata që mungojnë në matje. Plotësoni masën. Kur matni mos u bëni prej atyre që u hyjnë në hak të tjerëve. Mos u bëni nga ata që cënojnë hakun e njerëzve dhe han pasuritë e tyre pa të drejtë, në peshë dhe matje. Dhe peshoni me terezi të drejtë. Peshoni me peshore të saktë. Kur mos u hani hakun njerëzve dhe mos bëni shkatërime në tokë. Peshoni me peshore të drejtë, që nuk gabon dhe nuk cënon hakun e njerëzve. Dhe mos u apaksoni njerëzve gjërat e tyre dhe mos bëni ngatëresa në tokë." U tefsiru sure e Shuara, ajeti 182. Dhe druani atij, që u ka krijuar juve dhe gjeneratat e më pashme. Friksojuni atij që ju krijoi ju dhe brezat e më pashëm.
Ai ju krijoi herën e parë. Ashtu siç ishte i vetëm me krijimin tuaj dhe të tërë tuaj të hershëm, ashtu duhet ta nisoni atë me adhurim dhe të uhit. Ashtu sikurse është Allahu i vetmi që ju bëri të ekzistoni dhe ju dhuroi mirësi të shumta, pranojeni ftesën e tij dhe tregoni mirënjohës. Por ata që e mohuan shpalën thanë. Ata thanë, ti je vetëm njeri nga të magjepsuarit. Ata thanë, ti je nga ata të magjepsurit. Ti je duke folur si një magjepsur. E shumta që mund të thuhet për një njeri të tillë është se fjalët e tij nuk merren për bazë. Edhe ti je vetëm njeri si ne. Na ty, me të vërtetë, të konsiderojmë gënjeshtar. Ti je vetëm një njeri, vdekatar, ashtu si edhe ne. Ne mendojmë se ti je një gënjeshtar. Ti nuk ke asnjë veçori dhe vlerë shtesë mbi ne, që të na ftosh për të pasuar rrugën tënde. Kjo është një fjalë e ngjashme me fjalët e popujve para dhe pas tyre, të cilët mohuan profetët e Zotit me dyshimet e tyre. Mohuesit vazhdimisht do të hedhin të tilla dyshime, a thua se kanë rënë dakord mes tyre. Duke qenë të ngjashëm në kufër dhe në zemra, ishin të ngjashëm edhe në dyshimet dhe kocit që paraqisnin. Profetët gjithmonë u përgjigjeshin, ne jemi veç se njerëz, sikurse edhe ju, por Allahu ja dhuron mirësinë kujt të dojnë nga robërit e vet. Nuk na takon ne t'ju sjellim ndonjë argument përveç se me dëshirën e Allahut. Vetëm Allahu të le të mbështetin besimtarët. Ibrahimi 11. Andaj, lëshoje mbi ne një copë nga qielli si dënim nëse thua të vërtetën. Nëse je i vërtet, atëherë bëj që të bie mbi ne një copë. Ndëshkimi nga qielli. Sigurisht kjo ishte një paturpsi e madhe dhe padrejtësi nga ana e tyre. Kjo ishte shpifja e pastër, edhe pse ishin tërësisht të bindur për të kundërtën. Çdo profet që është dërguar për të ftuar popullin e vet është përballur me refuzimin e tyre dhe gjithmonë ka polemizuar me të. Atëherë, Zoti u ka sjellë profetëve shenja madhështore, të shfaqura në duart e tyre dhe të mjaftueshme që njerëzit të bindeshin për vërtetësinë e tyre dhe të shpalljeve të Zotit që ata soll. Në mënyrë të veçantë, Shuaibi u dha një shenjë dhe aftësi e mrekullueshme në komunikim me popullin e tij. Ai u quajt edhe Atibul Anbiya, ati bi profetëve, pikërisht për aftësinë dhe urtësinë e tij të veçantë në këshillimin dhe kujdesin për popullin e tij. Ai i ftonte ata me mënyrën më të bukur dhe të zgjedhur me shumë kujdes. Populli i tij ishte tërësisht i sigurt për sinqeritetin e këtij profetit të dalluar dhe për faktin se ajo që solli nga Zoti ishte e vërtetë dhe e drejtë. Kështu, pretendimi i tyre se ai ishte gënjeshtar, ishte i kotë. Ata thanë, bëj që të bie mbi ne një copë qielli. Pra, copa ndëshkimi shfarose mbi ne. Nëse je i vërtet në këtë pretendim, atëherë le të bie mbi ne dënimi shkatërues dhe shfarosës. Kjo i ngjante fjalës së mohuesve të hershëm, kujtosi thanë ata, o Allah. Nëse ky Kurani është vërtet prej teje, lësho mbi ne e beshkursh nga qielli, ose na jap ndonjë dënim të rënd. Enfal 32. Por ajeti mund të ketë kuptimin se ata kërkuan që të zbriste ndonjë nga shenjat dhe mrekullitë që ata propozojnë sikush për të besuar. Atëherë, Shuaibi tha, Zoti jem, di më së miri atë që punoni ju. Shuaibi tha, Zoti jem e di më së miri atë që bëni ju. Allahu e di më mirë se kur e zbret dëshkimin dhe do t'i zbresë shenjat dhe mrekullitë e kërkuara. Nuk jam unë ai që i sjell këto gjëra. Unë kam detyrë veç të ju këshilloj dhe ta kumtoj qartë shpalljen e Zotit, detyrë të cilën e bëra. Ai që ka pushtetin në dorë është Zoti im, i cili është i gjithditur për punët dhe gjendjen tuaj dhe ai do t'ju shpërblej për atë që ju keni pasur si synim. Ai do të llogarisë me drejtësi dhe kështu do t'ju shpërblej. Dhe ata vazhduan ta përgënjeshtrojnë atë, e i goditi ata dënimi i resë të mëshme. Me të vërtetë, ky ishte dënimi një ditës së madhe. Por ata mohuan atë. Kështu, mohimi u bë refreni i tyre dhe refuzimi i së vërtetës u bë cilësi e tyre e pandashme, aq sa shenjat dhe argumentet nuk u sinin me asnjë dobi, për ta mbetur vetëm dënimi. Atëherë, ata i goditi dënimi i ditës së hijes. Sëreve plot ndëshkim. Allahu i lartësuar u solli një re në qiell në ato ditë nxehta dhe përuluse, pikërisht kur ata po kërkonin një hije që të gjenin pak freski. Kështu, ata u mblullën të gjithë nën atije, që nuk do të ishte as pak freskuese për ta. Pikërisht atje ku prisnin të gjenin freski, Zoti i përvilloi me një ndëshkim të dëmshëm, e kështu mbetën në të sikur format e ftohta, duke i lënë shtëpitë e tyre të shkreta. Ashtu nisën rrugën drejt vendit të ndëshkimit dhe dëshpërimit të përjetshëm. Vërtet, ai ishte dënimi i ditës së madhe. Ata të mirë nuk mund të kthehen në këtë dynja që të bëjnë punë të mira. Edhe ndëshkimi ku u zhytën kur nuk do të zbutet ndonjë çast dhe as më ku jepet mundësia që të kthehen. Me të vërtetë, në këtë ka argument këshill, por shumica e tyre nuk janë besimtarë. Vërtet, këtu ka fakte. Në të gjitha këtu ka shenja që tregojnë sinqeritetin dhe besnikërinë e Shuaibit dhe të asaj në të cilën ai ftoi, ka shenja që tregojnë për kocsinë e asaj që mbronte populli i tij, por shumica e tyre nuk besojnë.
Edhe pse pan shumë mrekulli, shumica e tyre nuk besuan, sepse nuk e kishin pastërtinë për të pranuar imanin dhe sepse nuk kishte mirësinë ata. Siç thot Zoti në një ajet tjetër, shumica e njerëzve nuk do të jenë besimtar, sa do të mbulësh këmbëti. Jusuf 103. E Zoti yt, me të vërtetë, është i plot fuqishëm dhe mëshirues. Nuk ka dyshim se Zoti yt është ngallënimtari e mëshirëploti. Allahu është ngallënimtari, krenari e madhështori, që askush nuk mund ta përfshijë me diturinë e tij si krijesë. Dituria e krijesave është e vogël dhe e ngushtë për ta përfshirë atë. Me krenarinë e pushtetin e tij ka nënshtruar çdo krijesë. Ai është mëshirëploti që mëshirën e ka përshkrim të pandashëm. Prej gjurmëve të kësaj mëshire janë të gjitha mirësitë e dynjas dhe të ahiretit, që kur Zoti e bëri të ekzistojë kjo botë, e deri në pafundësi. Treguesi i krenarisë dhe pushtetit të tij është edhe fakti që ai shkatërroi të gjithë ata që mohuan profetët dhe treguan armiqësi ndaj tyre. Pjesë e mëshirës së tij është fakti që ai shpëtoi të dashurit e tij profet dhe besimtarët që e pasuan. Me parë, Allahu përmendi historitë e profetëve dhe ndodhitë e tyre me popujt përkatës, si dhe ftesën e vazhdueshme dhe me durim që ata bë. Ai tregoi, gjithashtu, edhe se si reaguan ata popull ndaj shpalljeve dhe refuzimin e tyre të padrejtë. Në fund, ai përmendi se si shkatërroi armiqtë e besimit dhe të besimtarëve dhe bëri që profetët e besimtarët të jenë të fituarit. Në vijim, Allahu i madhruar flet për profetin Muhammed, të nderuarin dhe fisnikun, si dhe për shpalljen që ju dha atij. Ai na tregon se në këtë libër ka udhëzim të plot për ata që janë të mençur dhe të urtë. Dhe me të vërtetë, ai Kurani është shpallja e Zotit të gjithësisë. Padyshim, Kurani është shpallja e Zotit të botëve. Ai që e zbriti këtë libër është shpikësi e krijuesi i qiejve dhe i tokës. Është ai që kujdeset për të gjithë botën, si atë qiellore, ashtu edhe atë toksore. Ashtu siç kujdeset për ta duke u dhënë mirësitë e dynjas dhe trupit të tyre, po ashtu kujdeset që t'u jap atyre udhëzimin që të rregullojnë ahiretin e tyre. Padyshim që mirësia më e madhe që tregon për kujdesin e tij madhështor është zbritja e këtij libri të mrekullueshëm. Në Kurani ka mirësi e begatit të pamata. Ai është një udhëzim i plot dhe i qartë për të arritur mirësitë e të dy botëve dhe për të arritur gradën më të lartë të moralit, më të mirë dhe të zgjedhur. Udhëzimet dhe dituria që gjenden në këtë libër nuk mund të gjenden diku tjetër. Vëri me kujdes. Allahu thot, padyshim, ai Kurani është shpallja e Zotit të botëve. Kjo tregon për madhështinë e këtij libri dhe është gjithashtu një nxitje e madhe për ta respektuar dhe nderuar këtë shpallje, sepse është vetë Zoti i botëve që e ka folur dhe shpallur atë. Është vetë krijuesi që e shpalli këtë libër e jo dikush tjetër, me qëllimin që të na udhëzojë drejt mirësie dhe të na begatojë me çdo të mirën e të dyja botë. Atë ka sjell shpirti i besueshëm Xhibraili. Atë solli shpirti besnik. Xhibrili në zemrën tënde, o Muhammed, për t'u bërë paralajmërues i gjithë botës. Ai është Xhibrili Asa. Ai është absolutisht më i miri me melekëve, më i fuqishmi dhe madhështori. Allahu i lartësuar e ka përshkruar atë sjell emrin besniku. Pra, ky melek nuk mund të shtojë ose paksoj gjë prej shpalljes. Është ky melek i nderuar që e zbriti këtë libër pikë në zemrën tënde, o Muhammed, për t'u bërë paralajmërues i gjithë botës, që nëpërmjet këtij libri, mrekulli të udhëzosh në rrugën e drejtë dhe të mirësisë e drejtësisë, si dhe të largosh e paralajmërosh njerëzit që të largohen nga rruga e humbjes dhe dëshpërimit. Në zemrën tënde që të bëhesh nga ata që paralajmërojnë. U tefsiru sure është Shuara, ajeti 193. Në gjuhën e qartë arabe. Me një me gjuhë të kulluar arabe, arabishtja është më e mira e gjuhëve të botës. Ai e zbriti në këtë gjuhë që të kuptohet mirë nga populli mes të cilëve u zgjodhë, që ata ta kuptonin ftesën e tij përmes kësaj gjuhë të qartë. Mendohu pak se si janë mbledhur gjithë këto veçori dhe mirësinë në këtë libër mrekulli. 1. Ai është më i miri i librave. 2. Atë solli nga Zoti tek Muhamedi s më i miri i melekëve, Xhibrili s. 3. Ky libër ju dhurua më të mirit e krijesave, Muhamedit as. 4. Ky libër u zbrit drejtë në pjesën më të pastër dhe të zgjedhur të këtij profeti madhështor në zemrën e tij. 5. Ky libër ju la në trashëgim popullit më të mirë të nxjerrë ndonjëherë për njerëzit muslimanëve. 6. Ky libër u zbrit në gjuhën arabe, më të mirën dhe më të kuptueshme gjuhë të botës, më të gjerën dhe më të pasurën. Pastaj Allahu i madhruar thotë: dhe me të vërtetë ai Kurani është përmend në librat e pejgamberëve të mëparshëm. Padyshim ai. Kurani është i përmendur edhe në librat e mëparshëm. Shpalljet e mëparshme kanë paralajmëruar dhe përgëzuar për ardhin e tij, si dhe kanë dëshmuar për vërtetësinë dhe rëndësinë e madhe të tij. Kur u shpal ky libër, ishte plotësisht ashtu siç kishin paralajmëruar shpalljet e hershme. Nga ana tjetër,
edhe Kurani vërtetoi lajmet e vërteta që gjendeshin në shpaljet e mëpashme, si edhe besnikërinë e profetëve të Zotit. Vallë, a nuk ka qenë dëshmi për ta ajo, atë që e kanë ditur dietarët e bijve të Israilit? A nuk ishte provë për ata, për jo besimtarët me kas, sat, Kuranin e dinin edhe dietarët e bijve të Izraelit? A nuk mjafton atyre si shenja dhe argument për të treguar saktësinë e kësaj shpaljeje dhe sa është prej Zotit, fakti që atë Kuranin e dinin edhe dietarët e bijve të Izraelit? Ata ishin njerëzit me të ditur në atë kohë rreth këtyre çështjeve. Në çdo çështje që ka paqartësira e dëshime, njerëzit duhet të kthehen në njerëzit e specializuar në njohuritë përkatëse dhe fjala e tyre merret për bazë. Kështu, edhe në kohën e Musait, magjistarët që ishin të specializuar në njohurinë e magjisë dëshmuan se ajo që solli Musai nuk ishte magji, por mrekulli nga Zoti. Ata ishin ekspert dhe dhana dëshmi që ishte e pranueshme, ndërsa fjalët e të tjerëve ishin të kota dhe nuk merreshin për bazë. Sikur t'i ja shpalnim atë Kuranin edhe ndonjë jo arabi. Sikur ne t'i ja kishim shpallur atë Kuranin ndonjë jo arabi dhe ai tua lexonte atyre, ata nuk do t'i besonin atij. Sikur ne t'i ja kishim shpallur Kuranin ndonjë jo arabi dhe ai tua lexonte atyre të cilët nuk e kuptonin dhe nuk e flisnin gjuhën e tij, ata nuk do t'i besonin atij. Ata nuk do të besonin dhe do të thoshin, ne nuk e kuptojmë çfarë thot dhe nuk e dimë se në çfarë po na fton. Atëherë, le ta falenderojmë dhe lavdërojmë Zotin e tyre që ua solli këtë shpallje të mrekullueshme në gjuhën më të qartë dhe të gjerë, profetit më elokuent dhe më oratorit të krijesave, Muhamedit Ase. Ai ju qartëson qëllimet e larta të fesë me shprehje dhe artikulimet më të pastra. Ai është dashamirësi që synon rregullimin e çështjeve tuaja dhe ju fton në mirësi me shprehjet më të zgjelluara, dhe kjo duhet ju bëjë që ju të nxitoni për ta pranuar dhe besuar atë, për të nënshtruar dhe dorëzuar në fenë e tij. Ndërsa mohimi dhe refuzimi i tij pa asnjë shkak me paqartësi, nuk është gjë tjetër veç se treguesi i kufrit dhe inatit, një cilësi që mohuesit e kanë trashëguar brez pas brezi nga njëri tjetri. E t'ua lexonte ai, ata përsëri nuk do të kishin besuar. U tefsiru sure esht, Shuara, ajeti 198. Ja kështu, na, ua kemi shpje mohimin e zemrat e mëkatarëve. Kështu e futim atë, mohimin e Kuranit në zemrat e keqbërësve. Kështu e fusim mohimin që të mos u ndahet zemrave të keqbërësve. Mohimi hyri në zemrat e tyre si fija e perit në vrimën e gjipërës dhe ato zemra u besuan me të. E gjitha kjo ndodhi për shkak të padrejtësisë së tyre dhe shfrenimit të tyre në ligë si e prapsi. Ata nuk do të besojnë atë, përderisa të mos e shijojnë dënimin e dëmshëm. Prandaj ata nuk do të besojnë atë Kurani derisa ta shohin dënimin e dëmshëm. Ata nuk kanë për të ndryshuar, por do të mbeten të zhytur e të harruar në kufër derisa ta shohin dënimin e dëmshëm. E do t'ju rje dënimi atyre pa pritmas, e ata nuk do ta hetojnë ardhen e dënimit. Që do t'u vi befas dhe pa e ndjerë. Ai do t'u vi kur ata të jenë të shkujdesur dhe të pavëmendshëm, pa e ndjerë fare, kështu që do të jetë një ndeshkim më i ashpër dhe i mëdhemshëm. E do të thonë, a do të na jepet afat? Atëherë, ata do të thonë, a do të na jepet afat? Ata do të kërkojnë që t'u jepet leje të afatizuar, por tashmë ka kaluar koha e afatizimit. Mbi ta ka rënë dëshkimi që kur nuk ka për t'u larguar dhe as ka për t'u paksuar. A mos vallë, ata po e shpejtojnë dënimin ton. A mos po kërkojnë, vallë, shpejtimin e dënimit ton? Fi që ditë se mos kërkojnë që t'u shpejtohet dënimi? Ai është një dënim i dëmshëm, që nuk mund të shpërfillet dhe të përçmohet. Po çfarë i mashtroi këta të mirë? Mos vallë kanë fuqi dhe energji për ta përballuar dhe duruar atë. Fi që ditë apo kanë forcë e pushtet për ta larguar prej vetes, kur të zbres, ose për ta ndaluar që të zbres. Apo mendojnë se ne nuk kemi forcë e pushtet për të bërë diçka të tillë. Çka mendon ti, nëse ne u japim atyre që të kënaqen disa vjet? Por edhe nëse ne i lëm të jetojnë, këtë jetë për pak vjet, prapë do të vinë në fund dënimi që u është premtuar. Dhe për çfarë do të vlejë ajo jetë që gëzuam? Pi çuditse, por edhe nëse nuk u zbresim shpejt atë dënim dhe u japim shumë vite që të jetojnë në këtë jetë, duke u kënaqur me stolitë e kësaj dynjaje, mos vallë do të shpëtojnë nga ndëshkimi dhe do të shmangën atij. Pi çuditse kjo nuk ka për të ndodhur. Edhe sikur t'i afatizojmë, kjo nuk do t'i shpëtojë ata nga ndëshkimi. Madje ata do të ngarkohen edhe më shumë me gjunahe. Atyre nuk do t'u sjellë asnjë dobi as do t'i ndihmojë ajo jetë, sepse tashmë ato kënaqësi janë zgjukur e fanitur dhe kanë lënë pas dënimin e merituar. Me kalimin e kohës, atyre do t'u dyfishohet dëshkimi. Mesojeni saj që e ka bërë hak dëshkimi nuk mund t'i shmanget e të shpëtojë, çfarë do mase që të marë, përveç rrugës që ka vendosur Zoti. Ndërsa shpejtimi ose vonimi i dënimit është një çështje që nuk ka rëndësi dhe nuk sjell ndonjë dobi për ta. E pastaj, ti godet ata ajo që u është premtuar dënimi. U tefsiru sure esht, Shuara, ajet 205.
Nuk do t'ju vlej asgjë atyre, ajo me të cilën janë kënaqur. U tefsiru sure është Shuara, ajet 205. Ne nuk e kemi shkatruar asnjë vendbani me që të mos ketë pasur paralajmërues. Ne kur nuk e kemi ndëshkuar ndonjë popull pa i dërguar më parë paralajmërues që tu kumtojnë të vërtetën. Allahu i lartësuar na njofton për drejtsinë e tij të plotë në lidhje me ndëshkimin e Moseve. Ai asnjëherë nuk ka ndëshkuar ndonjë popull dhe ta shkatërroi pa dërguar fillimisht ndërta paralajmërues e qortues që të mos kenë asnjë justifikim në ditën e llogarisë. Ai u dërgoi atyre qortues me ajete të qarta për t'i ftuar në udhën e drejtë dhe për t'i ndaluar ata nga poshtërsia e mosbesimi. Të dërguarit u kujtojnë njerëzve shpaljet dhe mesazhet e Zotit dhe i kujtojnë se është Zoti ai që zbret mirësitë dhe ndëshkimet ndër njerëz me bamirësinë dhe drejtsinë e tij. Ai ka ligje dhe rregulla në zbritjen e ndëshkimit dhe shpërblimit që nuk thyen. Ai i dërgon profetët ndër popull pik që tu kumtojnë të vërtetën. Të gjitha këto janë argumente që ata të mos kenë asnjë arsye para Zotit. Ne nuk bëjmë kurrë pa drejtësi. Kur nuk do të ndëshkoni dikë pa i dërguar paralajmërues. Allahu nuk ndëshkon asnjë pa i tërhequr me parvërejtje, sikurse thuhet në këtë ajet, ne dërguam profet që të ishin përgëzues dhe paralajmërues në mënyrë që njerëzit të mos kishin justifikim para Allahut pas ardhes së të dërguarve. Allahu është ngadhnimtar dhe i urtë. Nisa 165. Pasi përmendim madhështinë dhe rëndësinë e madhe të Kuranit, Allahu i lartësuar vjen të tregojë se ky libër është i pastër nga çdo mangësi dhe është i ruajtur nga duart dhe ndërhyrjet e shejtanëve, qoftë gjatë kohës së shpaljes, qoftë pas shpaljes. Ai thotë: "Këshill për ta që të kthehen në rrugën e drejtë, e ne nuk kemi qenë të padrejtë." U tefsiru sure është Shuara, ajet 208. Atë Kurani nuk e kanë sjellë djajtë. Atë Kurani nuk e sollën shejtanët. Ai është i ruajtur nga ndërhyrja e shejtanëve njerëz dhe gjindë. As që u përket ai, atyre as që mundën atë. Atyre nuk u takan. Kjo mirësi as që kanë mundësi për këtë. Madhështia e këtij Kurani është shumë larg gjendjes së ulët të këtyre shejtanëve, prandaj nuk është e mundur dhe as u përshtatet natyrës së tyre që të sjellën një libër të tillë. Ata djajt, me të vërtetë, janë të larguar nga të dëgjuarit e shpaljes. Madje, ata janë të penguar edhe për ta dëgjuar. Ata nuk mund as të përballojnë dot dëgjimin e tij, prandaj dhe i rrin larg. Për ta ruajtur këtë Kurani, Zoti lëshon kundër tyre shkëndija të gjarta. Pjesë e ruajtjes së Kuranit është edhe fakti i saj që e sollin nga Zoti tek Muhamedi ishte meleku Xhibril. Ai është më i fortë i melekëve që shejtani nuk mund as t'i afrohet ose të vërtitet pranë sinorit ku gjendet ai. Kjo i ngjan ajetit, ne e shpallëm mesazhin Kuranin dhe, sigurisht, ne do të jemi mbrojtës të tij. Hijnënd. Andaj, pos Perëndis mos adhuro tjetër Zot, e të bëhesh nga ata që do të dënohen. Prandaj, mos i lut asnjë Zoti tjetër përveç Allahut. Ndryshe, do të jesh prej të dënuarve. Allahu i lartësuar urdhëron profetin e tij, dhe umetit duhet të marrë shembull nga profeti që të mos i lutën askujt tjetër përveç Allahut. Asnjë krijesë nuk lejohet të drejtohesh me lutje siç i drejtohesh Allahut. Allahu i lartësuar na tregon se kjo e bën të merituar ndëshkimin e rënd dhe të përhershëm, sepse ajo është vepër shiku. Allahu ka thënë: "Kushdo që adhuron zota të tjerë përveç Allahut, Allahu do t'i ndalojë xhenetin dhe zjarri do të jetë vendbanimi i tij." Për keqbërësit nuk ka asnjë ndihmëtar. Maide 72. Dihet mirë rregulli që thotë, dalesa nga diçka konsiderohet edhe si urdhër për të kundërtën e saj. Pra, dalimi nga shirku është njëkohësisht shtruar i prerë për sinqeritet në adhurimin e Allahut se një dhe të vetëm. Është urdhër që Allahu të jetë i vetë të cilën adhurojmë me dashuri të plotë, frikë, respekt dhe shpresë, duke i nështruar dhe duke u penduar e kthyer tek ai në çdo kohë dhe gjendje. Pasi e uroj për të kompletuar dhe rregulluar vetveten, Allahu e uroj për të rregulluar të tjerët dhe paralajmëroi farefisin tënd me të afërt. Paralajmëroi farefisin tënd me të afërt. Ata të cilët janë njerëzit me të afërt meritojnë më së shumti bamirësinë tënde, qoftë me mirësitë e dynjas, qoftë në lidhje me çështjet fetare. Kjo nuk do të thotë që të mos këshillosh dhe rregullosh njerëzit e tjerë, sepse Allahu ka urdhëruar për t'u bërë mirë të gjithë njerëzve, por ai ka porositur në mënyrë të veçantë për farefisin e afërt. Profeti A.S. e përmbush këtë urdhër të Zotit dhe filloi të ftonte në Islam të gjitha fiset e Kurishëve. Ai paralajmëroi e këshilloi përgjithsisht dhe në mënyrë të veçantë. Ai u kujtoi detyrimet ndaj Zotit dhe u tërhoqi vërejtjen për ndëshkimin e tij. Profeti nuk la asnjë mundësi për t'i ftuar në Islam pa e plotësuar. Atëherë, besoj kush dishi dhe mohoj kush dishi, dhe banuj but ndaj besimtarëve që të pasojnë ty. I but me besimtarët që të pasojnë ty. I sjellshu me ata dhe folu me butësi dhe dëmsuri. Tregohu i dashur me ta dhe trajtoj me mëshirë.
Trego me ta moralin më të lartë dhe bëju mirësi me çdo rrugë dhe mundësi. Dhe, vërtet, profeti A.S. e bëri këtë ashtu si që uroi Zoti i lartësuar, në sajtë të mëshirës së Allahut, ti u solle me buci me ta. Sikur të ishe i ashpër dhe i vrazhd, ata do largoheshin prej teje. Fali dhe kërko falje nga Allahu për ta. Këshillo me ta për të gjitha çështjet e kur të vendosësh, atëherë mbështetju Allahut. Allahu i do ata që i mbështeten atij. Ali Imran 159. Ky ishte morali i profetit A.S. me i ploti dhe i përkryeri moral, përmes të cilit arrije mirësi dhe dobit e shumta për krijesat dhe largohej shumë fatkeqësi. Atëherë, a ka mundësi që dikush që beson në Allahun dhe profetin dhe që pretendon se e pason dhe e merr për shembull rrugën e tij, që të jetë barë për muslimanët dhe të sillet me mënyrën më të ulët me ta? Pe çuditse si mundet që një besimtar të jetë i vrazhdë zemërgur, i ashpër dhe i ngrysur me vëllezërit e tij musliman? Pe çuditse një i tillë, nëse sheh ndonjë gabim me gjunat të vëllezërit e tij, menjëherë nxitohet dhe i braktis, i bojkoton me urrëtie dhe përbuzje, pa treguar edukate me minimale. Kjo tregon se atij nuk i është dhënë sukses nga Zoti për ta kompletuar imanin. Kjo lloj sjellje dhe komunikimi sjell dëme dhe fatkeqësi të shumta dhe largon mirësitë e pamata. Njerëz të tillë të mangët i sheh që të nënçmojnë ata që janë sjellshëm dhe të butë, që kanë moralin e profetit, madje akuzojnë për hipokrizi dhe për shtatje me gjunaqarët, ndërsa veten e mendojnë si besimtarë të mëdhej, plotëve të kënaqësive të pëlqim. A nuk e kuptojnë këta të mirë se të gjitha këto vijnë nga ignoranca dhe si pasojë e zbukurimit dhe mashtrimit të shejtanit të mallkuar? Pe çuditse. Nëse nuk të dëgjojnë ty, thuaju, unë jam i pastër nga ato që punoni ju. Nëse ata nuk të binden, ti thuaj, unë distancohem nga ajo që bëni ju. Nëse ata nuk të binden për ndonjë çështje, mos i braktis dhe mos i këput marrëdhënie dhe komunikimin me ta. Përkundrazi, sillu me butësi dhe mshurje tolerancë. Largohu nga punët e tyre dhe qortoji, por jo të heqësh dorë prej tyre. Përpiqu me të gjitha mënyrat për t'i larguar nga e keqja dhe për t'i kthyer në të mirën. Ndihmoj që të pendohen. Kur Allahu i lartësuar tha, je i butë me besimtarët që të pasojnë ty. Dikush mund të keq kuptonte këtë, duke menduar se duhet të jesh i kënaqur me besimtarët çfarëdo që të bëjnë ata, përderisa janë besimtar. Por çështja nuk është kështu, prandaj Allahu tha, nëse ata nuk të binden, ti thuaj, unë distancohem nga ajo që bëni ju. Kështu jepet një sqarim i plot për mënyrën e sjelljes me besimtarët, qoftë në rastin kur janë të bindur dhe bamirës, qoftë në rastin kur janë gjunaqar. Allahu është më i ditur dhe mbështetu në të plotfuqishmin dhe mëshiruesin. Mbështetu tek i plotfuqishmi e mëshirëploti, ndihma më e fortë dhe e madhe për robën që të plotësojë urrësat e Zotit, është mbështetja tek Zoti i tij dhe kërkimi i ndihmës nga Ai, që është kujdestari dhe mbrojtësi më i dashur. Allahu është më i mëshirshëm dhe i dashuri që e ndihmon robën për të përmbushur urrësat. Allahu i lartësuar urdhëron që vetëm atij t'i mbështeten. Të ukul është mbështetja e plotë e zemrës tek Allahu i lartësuar për të përmbushur të mirat dhe për të ruajtur nga të keqijat, me besimin e plotë se do t'i arrish dhe me mendimin e mirë për Allahun saj do të ndihmoj. Allahu është krenari e ngadhnimtari. Me krenarin dhe pushtetin e tij, ka vendosur që ta afrojë të mirën dhe ta largojë të keqen nga robi i tij. Allahu është mëshirëplot, që me mëshirën e tij e ndihmon robën të arrijë të mirat dhe të shpëtojë nga të keqijat. Pastaj Allahu i madhruar na kujton që të sjellim gjithmonë ndërmend afërsinë e tij, që të mund të përmbushim në mënyrën më të mirë elistiane, kërkimin e ndihmës nga Ai. Allahu na nxit që të ngrihemi në gradën e ihsan, duke e ndjen mbikëqyrjen dhe afërsinë e tij, i cili të sheh kur ti errin në këmbë në namaz. Cili të sheh kur qëndron në këmbë për namaz dhe lëvizjet e tua në mesin e atyre që bien në sejdë. Allahu të sheh gjatë këtij adhurimi të mrekullueshëm. Ai të sheh kur je në këmbë dhe kur bie në ruku dhe në sejdë. Këta i përmendin në mënyrë të veçantë për vetë rëndësinë dhe vlerën e tyre të lartë. Kur kujton afërsinë e Zotit gjatë sejdës, rukus dhe qëndrimit në këmbë, sjell edhe më shumë përmirësi e frikë respekt. Këto veprime kryesore, që konsiderohen si shtyllat e namazit, duhet të kompletohen dhe përkryen. Kush përkryen namazin, ka për t'i përkryer edhe punët e tjera. Gjithashtu, me një namaz të përkryer, çdo kush mund të kërkojë ndihmën më të mirë për çdo gjë tjetër, dhe i cili sheh përkuljen tënde në mesin e atyre që bëjnë sejdë. Tafsiru sure Shuara, ajet 218. Sepse ai, me të vërtetë, i dëgjon të gjitha dhe di të gjitha. Sepse është ai që dëgjon dhe di gjithçka. Allahu dëgjon të gjitha zërat, me gjithë ndryshimet dhe kërkesat e larmishme të krijesave. Allahu është El Alim, i gjithditur. Ai di ato që shfaqen dhe ato që fshihen, të fshehta dhe të dukshmet. Nëse robi sjell në mend vazhdimisht shikimin e Zotit mbi në çdo çast, dëgjimin e tij të çdo fjale që flet dhe diturinë e tij për gjithçka që ai fsheh prej shqetësimeve, planeve, qëllimeve, motiveve,
Të gjitha këto e ndihmojnë për të përmbushur gradën e ihsanit. A doni t'ju tregoj se kujt i vjen djalli? A t'ju tregoj? O njerëz, se kujt i vijnë shejtanët? Kjo vjen si përgjigje ndaj atyre që, duke dashur të mohojnë dhe refuzojnë profetin Asa, thonë se atij i vijnë shejtanët që ja sjellin Kur'anin. Ata thonë se ai është poet, por Allahu thotë, a t'ju tregoj se kujt i vijnë shejtanët? A t'ju njoftoj me këtë lajm të sigurt, të vërtetë dhe të padyshimt? A doni t'ju tregoj cilësitë e veçanta të atyre që u zbrisin shejtanët? Ata i vijnë çdo gënjeshtari, mëkatari. Ata i vijnë çdo gënjeshtari e çdo të mbushuri me gjuna. Pra, cilësia e tyre bazë është mashtrimi dhe shpifja. Këtyre u zbresin shejtanët, sepse gjendja e tyre është ngjashme me gjendjen e shejtanëve. Ata përgjojnë, e të shumtën e rasteve janë gënjeshtarë. Bëhen sy e vesh. Për çdo gjë, hapin veshët për të dëgjuar ndonjë lajm nga qielli dhe shumica e tyre janë gënjeshtarë. Shumica e lajmeve që sjellin shejtanët janë gënjeshtra dhe ndonjë në të rrallë është e vërtetë. Një të vërtetë në 100 gënjeshtra, kështu e përziejnë të vërtetën me të kotën. Ajo e vërtetë zhduket në kocsinë e madhe, sepse është e pakët dhe e rrallë. Këto janë cilësitë e atyre që u zbresin shejtanët dhe i tillë është frymëzimi që shejtanët u ofrojnë atyre. Ndërsa Muhamedi së ndryshon shumë nga gjendja e këtyre mashtruese. Ai njihen nga të gjithë si i sinqerti e besniku. Ai ishte njeri bamirës, i urtë dhe i mençur. Ai kishte një zemër bamirëse dhe një gjuhë të pastër, larg gënjeshtës. Gjymtyrët e tij ishin larg haramit dhe ligsisë. Shpalja i vinte prej Allahut me mbrojtje të përforcuar. Shpalja sillte të vërtetën e sigurt dhe madhështore, që nuk të linte asnjë dyshim. Mendoni, atëherë, o njerëz të mençur dhe të urtë, a janë një lloj këto dy raste? Ato mund të ngatërohen veçse nga një humbur që nuk di të dallojë mes gjërave. Pasi deklaroi profetin e tij si të ruajtur nga shejtanët, Allahu i madhruar pastron figurën e tij nga akuzat se ishte poet mashtrues e hipokrit. Ai thotë: vjeshtëtarët i pasojnë të humburit. Poetët, vjenjeshtar pasohen nga ata që janë të humbur. Atë ju tregoj për gjendjen dhe cilësitë e poetëve hipokritë gënjeshtar. Ata lloj njerëzish pasohen veçse nga të humburit që kanë devijuar nga rruga e drejtë. Ata vetë janë të humbur, prandaj edhe pasuesit e tyre janë të humbur, të prishur e keqbërës. Vallë, a nuk sheh ti që ata bredhin në çdo lugin i shohen në gjithë fare lloj bisedash? A nuk e sheh ti se ata hedhen në çdo anë? Herë ladërojnë, e herë përqeshin nga humbja dhe devijimi i tyre, allakatën sa në një anë, në tjetër. Herë ladërojnë si hipokritë, e herë të tjera shajnë dhe fyjen. Herë mbështesin të vërtetën dhe herë gënjeshtrën dhe kocsin. Herë thurin himne e lëvdata dhe herë të tjera tallen e përqeshin. Këtu i sheh të gëzuar me pas të dëshpëruar. Ata nuk mbojnë një qendrim të vetëm parimore të drejtë, dhe që flasin atë që nuk e punojnë. Dhe flasin atë që nuk e bëjnë. Ky është përshkrimi i poetëve hipokritë. Fjalët e tyre janë ndryshe nga veprat e tyre. Kur i dëgjon të këndojnë vargje prekse, të duket sikur ata janë njerëzit me të përvojtur, por në të vërtetë ata veç se shtiren. Kur i dëgjon që ladrojnë ose shajnë, mendon se fjalët e tyre janë të vërteta dhe të besueshme, por në fakt është thjesht mashtrim. Ata vetë vdohen, sikur kanë bërë veprat që, në fakt, nuk i kanë bërë, ose kanë lënë veprat që, në fakt, nuk i kanë lënë, ose sikur janë treguar bujar, ose guximtar e trima, por, në fakt, janë frikacakët me të pashembull. Të tillë janë ata. Shije me kujdes. Ai afrohet ky përshkrim Muhamedit atij buri bamirës dhe bujar, të udhëzuar dhe të urtë, të cilin e pasojnë të gjithë njerëzit të urtë dhe të mençur. Ai ishte i udhëzuar në rrugën e drejtë dhe larg nga çdo ligësi e paullsi. Veprat e tij nuk ishin kontradiktore me fjalët e tij, por vërtetuese të njëra tjetrës. Ai uzonte veçse për mirësi dhe ndalonte veçse nga paullsia dhe ligësitë. Çdo lajm që ka sjellë është i vërtetë. Çdo urdhër që ka dhënë e ka zbatuar vetë i pari dhe çdo ndalesë që ka ligjëruar është larguar vetë i pari nga ajo. Atëherë, si mund të krahasohet gjendja e tij me atë të poetëve hipokritë të fjalëve boshe? Pikëçuditë se gjendja e tij ishte krejtësisht ndryshe nga gjendja e këtyre të mirëve. Paqja dhe përshëndetjet me të përzemërtat qofshin për këtë profet të kompletuar dhe punëtor bamirës, përjetësisht e pafund. I pastër është ai nga shpifjet e mohuesve. Ai nuk ishte as poet, as magjistare, as i çmendur, por ishte njeriu me i plotë me virtytet më të larta. Allahu i madhruar, pasi i përshkroi poetët me ato cilësi, vjen duke përjashtuar në kategori të caktuar, duke thënë: ose atyre vjeshtëtarëve që kanë besuar, që punojnë veprat e mira, e përmendin shumë perëndinë që ndihmuan, pasi u është bërë pa drejtësi. Me të vërtetë, zullumçarët do ta dinë se në çfarë mendimi do të kthehen pas vdekjes. Përveç atyre që besojnë, që bëjnë veprat e mira, që e përmendin shumë Allahun dhe që mbrohen kur bëhet pa drejtësi.
Është fjala për ata që besojnë Allahun dhe në profetin e tij, bëjnë punë të mira dhe e kujtojnë shumë Allahun. Gjithashtu, ata marrin të drejtën e tyre kur u shkelet dhe kur u bëhet pa drejtësi. Këta janë njerëz të mirë, madje edhe poezitë e tyre konsiderohen si gjë e mirë dhe në mbrojtje të mirësisë. Ato poezi dhe fjalët e zgjedhura janë gjurmë dhe frytet e imanit të tyre, sepse ata lavdërojnë besimtarët dhe luftojnë për të mbrojtur të drejtën kundër idhujtarëve dhe mohuesve. Ata mbrojnë përmes fjalës fenë e Zotit dhe qartësojnë me kujdes njohuritë e dobishme. Ata nxisin për moral të lartë. Ata që bëjnë padrejtësi do ta kuptojnë shpejt fundin që i pret. Ai që i pret është qëndrimi para Zotit për llogarinë me drejtësi. Atë ditë do të dalin në shesh çdo vepër e vogël apo e madhe dhe e drejta do të shkojnë në vend. Të gjitha lavdërimet i qofshin Allahut, Zotit të botëve.